Të fatë. Gjithë në fakt kam bërë të pyetje, Arlind, unë isha në Bruxelles, kur i bie Ledio, këtë javë ishim, se memoria ime është shumë e dobët. Po, këtë javë. Këtë javë. Të martë të mërkur në ishim në Bruxelles, bëm një studio, bëm një emision për herë të parë, një emision shqiptar zhvendoset në një studio zyrtare qendrore në Parlamentin Evropian. Bëm 2 intervista resh me 2 eurodeputet, me Belerin që është shtetë shqiptar dhe me Kovačev, Andrej Kovačev, që është reporteri për Shqipërinë i PPS, i Partive Popullore Europiane. Dhe sigurisht që folën për integrimin sa e mundur është, a ju Shqipëria me zotin Rama në BE, në kushtet që janë, kur ose BE Odiri ka vënë kushte për zgjedhjet, Odiri më shumë ka vënë kushte që duhet të bëra etj, për reformat gjitha këto, për drejtësinë e gjitha këto, dhe çuditërisht me një sa u kthyen nga Brukseli, Parlamenti Shqiptar, dje, miraton një rezolut, dje apo pardje më duket? Dje me shumë është e inte dita Parlamenti është e ime. Po, një rezolut e cila se thuash u bë big diskutime, thanë ç'ne që, në fakt po dëgjoj opozitën, përfaqësues të opozitës, ta që merren me integrimin, thanë që kujdes nuk është pazar. Këta thonë që nuk është pazar. Ne thjesht, pra, Rama pranoi kushtet e Berishës në një farë mënyrë, ose pranoi kërkesat e Berishës. Kritikën që ka bërë opozita, që ka thënë 1 për zgjedhjet, 1 për reformën territoriale, 2 për drejtësinë, për spakun etj. Pra janë futur në rezolut, po ta lexosh pikat e rezolutës, janë futur gjërat e opozitës dhe kjo tingëllon, pra duket normale. Në fakt ti e beson që është kështu apo shikon se ka një marrëveshje mbrapa, jo domosdoshmërisht marrëveshje të keqe, po ka një marrëveshje, apo e bën thjesht dhe për treguar Brukselit që shikon, ne vërtet jemi kundërshtar, po kur vjen puna te Europa ne jemi edhe ne, si opozitë, jemi që të hymë, pra s'duhet të bëjemi pengesë. Si e dekripton ti të gjithën këto? Ja ta shpjegoj. Ma thuaj. Përmbajtja e rezolutës për integrimin evropian është aq, po themi, e përgjithshme, sa që kushdo që e lexon thot, po sa mirë që po kërkojnë të gjitha palët që të hyet në Bashkimin Evropian. Problemi nuk është tek rezoluta për BE-n, se unë mendoj që kjo është thjesht një testim i nervave të shoqërisë. Problemi është tek marrëveshjet që ata kanë gati, Rama me Berishën, kur vjen puna tek kodë zgjedhor, ligji i financimit partive politike dhe unë dyshoj edhe për zhbërjen apo prapësimin e reformës në drejtësi. Pra, rezoluta për integrimin, minimumi janë 3. Minimumi janë 3. Rezoluta për integrimin është si thuash, a je dakord ti me konceptet përgjithshme si liria, përparimi, të gjithë parimi janë dakord. Çështja nuk është a je dakord apo jo me integrimin BE-s. Edhe ne dakord jemi. Problemi është si e kuptojmë në Evropën. Pra si e kupton Rama Evropën, si e kupton Berisha Evropën dhe si do duhet ta kuptonin partitë e vërteta politike dhe qytetarët e Evropën. Për ne, në Lëvizjen Bashk, hyrja në Evropë duhet bëhet nga dera, jo nga dritarja, dhe integrimi evropian duhet shihet si një proces i konsolidimit të institucioneve të shtetit të drejtës, të demokracisë, të drejtave sociale në punë e kështu me radhë. Ndërkohë që për Ramën apo Berishën, integrimi evropian është thjesht një hesap geopolitik, ose është një mënyrë për të riprodhuar një lloj stabiliteti të rrem që ne e kemi zakonisht këtu. Tani, pse këta ka nevojë në këto kushte, ndërkohë që po diskutohet për çështje të vërteta, se integrimi nuk është debat në Shqipëri, pra nuk është debat politik, nuk ka ndonjë parti minimalisht rëndësishme. Realisht atëherë do ishte që e vë pikë pyetjen. Kështu që do ishte më e shëndetshme po të kishte një parti të tillë. Po mirë, po nuk e kemi. Do kishte thelb debati. Dakor, po ne jemi dhe një vend gjunaq se kemi. I lënë mbrapa shumë procesin e integrimit, kemi dhe një histori të adhurimit ndaj perëndimit në Evropës, që ka shumë arsye kulturore, sociale, kështu që nuk është temë. Dhe shtrohet çështja në një shoqëri ku integrimi nuk vjen pikpyetje as nga askush. Pse u do temë? Pse këta kujtohen për të bërë një rezolut? Pse? Dhe unë dua, po unë mendoj se këta po ta të testojnë ujërat. Pra të thonë, e nisi me një gjë që është tërësisht konsensuale. Si do reagojnë njerëzit ndaj ujdisë së parë publike Rama Berisha? Dhe po kaloi pa ndonjë diskutim të madh, atëherë do testojmë ujërat me diçka tjetër. Do të kundërshtoj. Me një reformë tjetër. Ta bëjmë dialog se kemi kohë. Jemi tip podcasti bashkë, se nuk kemi njerëz tjerë. Vetëm duhet të më reatohesh, mbështetu, të jemi rahat që ta flasim ngadalë, se nuk do të nxitohesh. Nuk kemi kohë sa duash ti. Po të ishte kjo që thua ti, që është testim, unë do thoshe jo, sepse në fakt, po ta vësh re përpara çdo parë zgjedhjeve, këta bashkë kanë bërë dhe reformën zgjedhore dhe këto tjera për kodin, për të gjëra. Nuk është se si kanë bërë bashkë. Pra, se thua, unë këtu s'jam dakord me ty, sepse këta testin e kanë bërë.
dhe nuk pres në një reagim nga opinioni publik. Prandaj bie pa kjo teza. Prandaj unë them, hajde u lumtojmë mos gjesh arsye të tjera. Ata... A jem dakord që kanë bërë bashkë? Po, ata bashkë kanë bërë... Damian Gjiknuri dhe ky tjetri, Dylik Bashi, bashkë që në... Gjitha poshtërsit ata i kanë bërë bashkë. Mirë po, ndryshe nga herët e tjera... Ti i quan poshtërsi? Sot, unë ashtu i quaj dhe do ta shpjegoj tek marrëveshjet që po kanë tavolim se janë poshtërsi. Ajo çfarë ka ndryshuar sot, krahasuar me 3 vite, 4 vite më parë, është fakti që sot ka faktor politik të rëndësishëm që i kundërvihen si lëvizja bashkë ti sistemit korruptuar dypartjak dhe kanë potencialin të avancojnë. Pra, nuk jemi më si 3-4 vjetë më parë, ku kishe vetëm 2 opsione, Sali Berishën me Edi Ramën. Dhe në këtë kuptim këta nuk kishin nevojë për ndonjë amballazhim të bukur të asaj që bënin. I kurzonte Meta derivon. Meta ishte gjithmonë me njërin nga këta. Sot që flasim, për të bërë punë të pista, këta ka nevojë ta nisin me një çështje që është tërësisht konsensuale. Dhe çdo gjë që do e bëjnë më pas, do ta bëjnë në emër të integrimit. Dhe po të marr një shembull. Edi Rama me Sali Berishën kanë interes të përbashkët kufizimin e kompetencave të SPAK-ut dhe GKK-s. Berisha deri tani nuk e ka thënë këtë gjë. Berisha është i pandehur në gjyq. Po nuk e ka thënë publikisht. Nuk e ka thënë, po të jemi korrekt. Ka thënë që SPAK-u është organizatë kriminale. Rama e ka thënë hapur. Po pra, Berisha ka thënë që SPAK-u është organizatë kriminale, Rama ka thënë që na duhet të ndryshojmë ca gjëra. Rama ka thënë hapur, po Berisha ndërkohë nuk i thot më skap. Nëse e ke dëgjuar. Ka një aca muaj që nuk i thot skap, po do i thot prapë. Do thot ka marrë kur ta thrasin prapë në gjyq do filloj. Se sa herë del nga SPAK-u, atë kësaj radhe nuk e tha. Nëse çon si ka. Berisha mund të thotë çdo gjë. Por qenë korrekt, ti thua janë të dy të interesuar. Ne po them, këta janë të dy të interesuar që të kufizohen kompetencat e institucioneve të reja të drejtësisë. Dhe si do ta justifikojnë këtë kufizim? Në emër të drejtave të njerëzit. Pra po ta dëgjosh edhe Ramën, edhe këtë drejtuesen e Akshit, çaj. Ta filluan fushatën edhe nga. Ata thonë që në emër të drejtave të njerëzit, gjynai, fakiri që përfundon para burgim me një herë, ta duan të lehtësojnë masat e sigurisë për ministra, ish-ministra, deputet, ish-deputet. Edhe veten e tyre në fund. Për veten e tyre. Pra, në këtë kuadër, herë duke folë për drejtat e njerëzit, herë duke folë për integrimin evropian, që në parim janë vlera, po themi, ose aty si puna e quan një filozof shënjues Bosch, shënjues të zbrazë. Pa ti mund të mbush me çfarë duash ti. Pa po the integrim mund thuash anë, mund thunë dhe kundër dhe asa dhe prapje brenda. Po the drejtat e njerëzit mund thuash anë, mund thuash kundër dhe asa. Janë në fakt janë bullshit që shënjues aq të gjerë, sa që praktikisht ti mund të mbush me çfarë lloj përmbajtje. Janë gjithë fiku, jemi dakord. Bukur fort. Dhe këta, duke folur për nevojat e integrimit, për drejtat e njerëzit, duan të arrijnë tek interesat e tyre. Dhe interesat e tyre i pari është reforma në drejtësi. Po deri këtu s'më thënë asgjë të re Arlind. Po mirë po. Unë nuk e shoh të politikën ndryshe. Po të them të vërtetë. Po nuk e shoh. Jam dakord mo. E vërtetë mund të jetë e vjetër, mund të jetë e bërziqve. Jo, dakord, po përveç të vërtetës ty do të më thuash, a je në gjithë të më thuash nga burimet e tua, nga jo vetëm nga logjika jote, edhe për të më thënë ngjarje konkrete që pritet të ndodhin, pra për çfarë konkretisht? Se i do shoh interesat e tyre, kjo nuk ka diskutim. Interesat e tyre cilat janë? Reforma zgjedhore. Reforma në drejtësi njërë. Në drejtësi. I shpëtojnë burg. Këtë që thamë. Ligji i financimit partive politike. Që gjithmonë ka qenë ashtu do jetë. Marrin para pa i hyrë gjëm nga dreqi dhe i biri. Bravo. E treta kodi zgjedhor. Pastaj janë dhe këto lejet e ndërtimit, po ato janë në rrogos gjithmonë. Pra jo nuk janë gjëra, janë gjëra shumë më dha, po që nuk. Por ato nuk bëhen në sipërfaqe. Po, bravo. Kur ndajnë lejet e ndërtimit, ca i marrin shumicën e marrin oligarkët që janë më afër Ramës, ta marrin me oligarkë që janë afër Berishës. Kjo është në rrogoz, nuk del në sipërfaqe. Gjërat që janë në sipërfaqe dhe po diskutohen, janë, po e them edhe një herë, çështja e reformës në drejtësi, ligji për financimin e partive politike dhe kodi zgjedhor. Pra si do organizohet elektoralisht Shqipëria. Edhe territorialja, se intereson atje. Edhe territorialja, po te territorialja nuk ka ende një pak në dukje, një vit të përbashkët. Pra, ende nuk kuptohet ku duan të dalë. Nuk kemi një skic. Nuk kemi ende një skic, nuk kemi ende një propozim, ndërkohë që për çështjet e tjera kemi konvergim deklaratash midis Ramës dhe Berishës, ose kemi drafte, si puna e ligjit të financimit të partive politike. Dhe paradoksi në këtë gjë që jemi ne, është se retorika politike midis palëve është komplet e shpërputhur me bashkëveprimin midis palëve. Po të marr një rast. Del Sali Berisha një herë në disa javë dhe thot jemi në prag të revolucionit demokratik. Pra, mbas dite thret revolucion,
të nesërmen e revolucionit paradite ullet bashkë me përfaqësues të Ramës për ndryshuar kodin zgjedhor, për ndryshuar, për të bërë ligjin e financimit të partive politike, dhe unë mendoj që, po ta vësh re kur flasi për ndryshimin e kushtetutës, tu e luan topin Rama i pari, një nga arsyet pse mund ndryshohet kushtetuta është të fusin duart në reformën në drejtësi. Pra, sepse nuk i prek dot institucionet e drejtësisë për ndryshuar kushtetutën. Pa nuk është çështja si puna e një ligji apo një kodi që kërkon vetëm pjesat e votit. Po jemi akoma në nivel hipoteze këtu, ëh? Në nivel hipoteze... Se Berisha nuk ka dalë publikisht të thotë që po, ne jemi gati të shqyrtojmë ndryshimin e kushtetutës. Racionale, jemi ku shohim interesat objektive të Ramës dhe Berishës për çështjen e reformës në drejtësi dhe deklaratat e tyre. Pra, Berisha që sulmon Spakun i thot skape kështu me radhë, dhe Rama që thot këta prokurore, ky shtet prokuror, po përndjek fukarenjtë e shkret si drejtoresha Akshit apo mish ministra. Ti Arlind e di shumë mirë që jeton në një vend, një sekond. Në një vend ku realisht nuk bëhet dot revolucion, sapo e the, është fake revolucion apo jo. Po. Unë nuk kuptoj do të pse faktorët politik duhet të banojnë kaq shumë, se unë nuk kuptoj po të ishim një vend si Franca, për shembull, ose Gjermania, ose Italia, se atje të ngrihen sindikatat, ngrihen njerëzit dhe të bllokojnë. Dakor, lëm punën, bllokojnë metrot. Mund të më thuash, më fal. Po që të bëjnë të ketë çik biseda logjik. Këtu, në këtë vend, ti ke pa shumë mirë. Mund të bjerë bomba bërthamore dhe prap njerëzit do vazhdojnë jetën normalisht që s'do mbeten gjallë. Pra, nuk është të del njeri të qaj. Përveç jush faktorëve, disa faktorëve që bërtisni në studio, revolucion nuk ka që ata të trëmben, pra nuk ka blokim të jetës. Në këtë kuptim, Arlind, më them, nuk ka pse të jetë proces, do e kishim bërë. Në fundit, më fal. Kur do e bëjnë? Zgjedhjet janë 2029, se s'po pritet për zgjedhje lokale 2027. 2029. Kemi akoma dhe 3 vjet. Ti mendon që në kushtet aktuale, me një popull i cili bubron dhe i ka gjëra terezi, me përjashtime ndryshme, di që ti këtu se dakord me mua, po gjithsesi, se duket do ishin rrugë po të kishin uri, po të kishin uri vërtet do ishin shumë në rrugë, dhe atëherë do ishte problem për qeverinë. E ti pse janë rrugë? Pri do vemi atje. Ajo që do të më thuash, që të jemi të bijem, të jemi konsensus bashkë është pse ti mendon që është akoma proces, ndërkohë që këta mund ta kishin bërë për shkakun ndryshimin e kushtetutës, ta kishin frenuar Spakun dhe drejtësinë që tani. Me rastin Balluku, a ka gjë më të mirë se sa ta bësh ti gjë? Ai tashmë e ka bllokuar. Ka disa faktorë. Do të më zënë imunitetin. E para njerë, populli... Këtë tjetrën e Akshit në zorën. Nuk është kur i vdekur apo i fjetur. Në teori, po. Jo, po edhe në praktik. Po s'ka... Populli, edhe populli shqiptar, ka treguar njerë 4-5 vjetë që është përthen masivisht në rrugë. Po të marë armët kimike... Përveç në feshtazë, nuk di që... Po le armët me... Jo, po pse ajo... Protesta masive, flas. Protesta masive, anti-qeveritar dhe anti-establishment. Dhe ka rëndojnë qeveri nga protesta? Po ka pas shpërthimet më dha protestave populore, dhe po të them, armët kimike në 2013. Atë mos e fut lutem, protestat e studentëve, po më lër ta çoj deri në fund. Ishte Rama mbrapa. Protestat e studentëve 2018. Dhe në 2022 kemi pas protesta masive të qytetarëve të Tiranës, sidomos kundër valës parë të rritjes çmimeve, kur nisi, domethënë, kriza e naftës për herën e parë. Që do thotë potenciali është këtu. Dhe këta e kanë frit në radh parë potencialit popullor. Dhe mos harroj diçka. Fakti që në zgjedhjet e fundit një parti bie fjala si Lëvizja Bashkë, me të gjitha gjërat i kishim kundër nesh. Media, oligark, qeveri, partit vjetra, gjithkënd. Ja dalim të kthehemi parti parlamentare, kjo tregon që ka potencial. Sigurisht potenciali nuk është realizuar ende. Pra një është faktori i brendshëm, dy është faktori i jashtëm, se ti që ta zhbësh reformën drejtësi, do kesh përballë presionin e institucioneve të Bashkimit Evropian, që kanë investuar shumë për atë reformë. Dhe i bari e bllokoi tani Shqipërinë, me në krye gjermane. Tani, si ta fitosh konsensusin e evropian e Brukselit, duke thënë që ne jemi bashk. Pra ja ku jemi, opozit. E kanë bërë për çfarë? Po ja pra një nga arsyet për ta luftuar procesin e që ata shpresojnë, nuk e dia do ecë apo jo, besoj që nuk do ecë, edhe me Bashkimin Evropian. Por ama shpresojnë që duke bërë këtë gjë, ne tregojmë që nëse e zhbëjmë pjesërisht reformën drejtësi, e kemi për të drejtat e njeriut, nuk e kemi për të penguar luftën ndaj korrupsionit. Sepse po të ishte vetëm për të penguar luftën ndaj korrupsionit, do ishte edhe Berisha kundër, ndërkohë që Berisha është në të njëjtën valle. Dhe, po të them, mos harro diçka, që të bësh gjëra të pista, duhet krijosh kontekstin. Duhet ta ambalazhosh bukur. Duhet ta ambalazhosh bukur dhe duhet që ta bësh veten sa më pak të cënueshëm nga
kritikët. Dhe kjo është arsyeja pse këta po marrin kohë dhe ky është proces. Nuk bëhen gjërat brenda një dite. Pra, nëse këta duan të ndryshojnë reformën drejtësi, duan ndryshojnë kodin zgjedhor, duan të bëjnë një ligj për financimin e partive politike, që është praktikisht i mundson gjithkujt i blej partitë politike duke i financuar në mënyrat më të përbindshme të mundshme, ky është një proces që ka nevojë për legjitimitet, pra ka nevojë që t'i hedhësh njerëzve hi syve. Dhe thua që këta kohën e kanë. Po kohën e kanë, mëse, do thënë, po t'i vësh re, janë në tavolinë me njëri tjetrin. Janë prej muajsh në tavolinë me njëri tjetrin. Që edhe gjatë luftrave, edhe gjatë luftës dytë botërore, e digjo Orin, edhe gjatë luftrave të mëdha që janë bërë, kundërshtarët flisin me njëri tjetrin. Pra, nuk është përjashtuar ndonjëherë se thua biseda kanë bërë. Kundërshtarët flasin për armiqësim gjatë luftrave. Dhe kanë fjalën diskutojnë. Ose në fund luftës për t'i dhënë fund luftës dhe për të vendosur marrëdhëniet paqësore me gjatë luftës, pra duhet të them. Partitë politike, sidomos në Shqipëri, kur nuk lën pa i thënë njëri tjetrit. Po. I nxjerrin gurët e shtëpisë, themeleve. Ose duhet të mbajnë militantët, e bëjnë për arsye tjetër. Këta tani, PS-ja me PD-n, Berisha me Ramën, që unë i quaj një kontekst tjetër kam quajtur edhe gangster politik, pra njerëz që nuk kanë kur farë skrupulli moral dhe janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për interesat e tyre të mbrapshta kundër interesit publik. Këta njerëz janë duke përgatitur një paketë ndryshimesh nga kushtetuta tek kodet e ndryshme për të konsoliduar dypartitizmin në Shqipëri dhe për të vjedhur së bashku kush më shumë e kush më pak. Ja e zëm se kjo që thua ti është e vërtetë. Thënë kjo, qa mbetet? Natë me mirë, falenderi që na dëgjuat, miru pafshim. Sepse nuk mjafton kjo, Arlin. Nuk mjafton vetë, se ti e duke bërë një diagnozë. Shoqëria. Më fal, jo diagnozë. Po tamam, ti po jep diagnozë, mi jep recetën, të lutem. Receta është që shoqëria kupton qëllimet e mbrapshta të tyre njerëzve. Shoqëria unë mendoj që i ka kuptuar ti gjë. Po prit më. Ajo shoqëri që do të dëgjoj. Jo, ka një pjesë shoqërisë që dëgjon vazhdimisht edhe i hap veshët, i hap mendjet me kalimin e kohës. Ti mendon që delet një moment caktuar mund të pushojnë si që një dele dhe të bëhen uqër? Nuk i konsideroj njerëzit dele. Jo, delet që besojnë, më fal, delet që besojnë, narrativat e këtyre janë dele. Është shumë komplekse. Unë, me thënë drejtën, pavarësisht se në rrugë fjala jam për ditë edhe takoj dhe bisedoj edhe me njerëz që përkrajnë partitë tjera politike. Jam dakord, po nuk është test. Me thënë drejtën, pasi bisedoj me ta, e kuptoj që arsyet pse ata kanë votuar deri dje, për shembull, Berishën apo Ramën, nuk është se thjesht nuk kuptoj, nuk është se thjesht, o themi, si thua ti, janë dele. Dele janë kuptimin e keq. Janë mirë. Kanë dikë që i jep për të ngrënë. O, Arlin, kur i them dele, unë nuk i quaj, më the, jam dhe dele vetë. Është dikush që i ushqen. Në këtë kuptim i quaj dele, unë nuk i fyje njerëz i dua shumë. Sa do të pa lexuar dhe të pa vëmendshëm të jenë, sa do që i besojnë gjërat me sy mbyllur. Unë dele i quaj në kuptimin një qenie njerëzore, që është si dele ke parti si janë, mjafton ta kenë bariun, që i nxjerr çdo mëngjes, i çon në një vend që ka bar dhe ato të shkretat hanë dhe kthehen në shtëpi prap. Bile kur i afrohet ndonjë gjë, ato mblidhen bashkë të gjitha që të ruan. Në këtë kuptim dele është shumë e mirë. Dhe unë kur them dele, duhet të mirë kuptosh, nuk i fyje njerëzit, e kundërta. Ata janë mirë sepse kanë gjithmonë shumica ka nevojë për një bari, ka nevojë për dikë që i ushqen. Ti ke shpresën tani Arlind. Po nuk ekziston ky bariu, pra këtë po them, është iluzion. Po por ata ekziston. Nuk ekziston, pra ja ta them se nuk ekziston. Sepse Rama, po të marrim rastin e Ramës. Ata do ishin dele. Do ishin rebeluar, do vinin. Ti e konsideron se Ramën bari edhe Barisha është një bari për të vetë. Po bariu më çik më i vogël, tek ato janë dele. Dhe unë po them, po të marrim rastin e Ramës, është më kollaj sepse është kryeminist në fuqi. Sigurisht. Tani ky zotëri që ti më quan bari. Simbolikisht, unë simbolikisht po flas. Një minutë këtyre mbështetësve vet, se janë disa qindra mirë ata që kanë votuar herën e fundit për Partinë Socialiste. Patjetër. Tani këta njerëz që kanë votuar, sa kanë pensionin? Janë 700.000 vetë, duket më, apo 700 sa mori për të fundit? Diku aq. Ore këta që kanë votuar për të, sa kanë pensionin? 100.000 lekë, 150.000 lekë. 200.000. Jo, kanë pensionin mesatar në Shqipëri. Mesatari është 180.000 lekë. Okej, dakor. Vjetra. Mesatari. Mos më fut te kjo se ti e ditë mendimin tim për të pjesë. Të merr. Me 180.000 lekë ti vdesuri. Dhe ti mendon që ata jetojnë me ato lekë? Një sekond, prit. Ata që i kompensojnë lekët e munguara, nuk është ky bariu që thua ti. Është fëmia e tyre në emigracion që kputet mes, bën dy punë, edhe sjell një 200-300 euro në shtëpinë e vet. Po ata njerëz janë pa kënaqur këta që rrinë në Shqipëri. Janë dhe fëmijët edhe njerëz të tjerë që bëjnë evazion këtu ose bëjnë drog, dakord? Dhe që i mbajnë. Sa veta bëjnë drog? Në Shqipëri? Sa?
Jo, mos ngatro me ata që sjellnin drogën nga jashtë. Jo me kriminalët, me grupet e mëdha që sjellnin drogën. Shpërndarësit e vegjël janë pafund për shembull. E di sa ka apo jo? Në Tiranë ke pafund. Dgjoj. Nuk janë faktor ekonomik në kuptimin. Po pse ai pensionisti, po thjesht ka nevojë për 100.000 lekë më shumë më bursë, nuk do shumë ai. Edhe sipas studive, paratë e munguara i japin fëmijët në emigracion. Japin fëmijët që janë klasë fitore në emigracion. Kemi statistika të sakta për të punë. Ka studime, ka intervista e kështu janë. Unë zi të ketë sakta për të punë. Ai që thua ti trafikanti ndërton një supervil, pa i me supervil është 1 në 100.000. Klasë për gjithë tjerë. Ka rishpërndajen lekët e pista rishpërndajen. Lekët e pista nuk rishpërndajen. Lekët e pista akumulohen. Marrin ata që kanë pozita kyçe, Okej, e kalojmë të pjesë, e kalojmë. Edhe shumë çka tjetër. Kush tjetër? Pensionisti kush? Punëtorët, ne kemi sot që flasim, jemi nga vendet me pagat më të ulta në Evropë. Sidomos po ta krahasosh me çmimet. Dhe ti kur thua punëtorët e ke fjalën dhe për punonjësit e bankave për shkak, i quajnë punëtorë dhe ata. Unë të marrë ose punëtorë për punonjësit e mediave. Po pra. Mesatarisht. Po punëtorë jemi të gjithë. Punëtorët e krahut, po edhe punëtorët e shërbimeve, punëtorët e intelektit ta quajmë. Po. Mesatarisht ne paguhemi në Shqipëri. Jemi nga vendet që paguhemi më pak. Punojmë më shumë me statistika. Dhe paguajmë më pak. Duket e çuditshme. Edhe pse ngritja, ti thua ngritja e rrogave është fake, thua ti, nuk kanë dykuar fare. Po flas për stresën, për një stres të madh njerëz. Se çmimet e mallrave bazik i arritur. Rriten. Qartë. Dhe mbi gjitha rriten ato çmime, jo thjesht se domatja rritet tu, sa një djallë gjysmë, po rritet bie fjalë çmimi i banimit. Sa paguan ti qeran? Sa paguan ti metrin katror? Isha dje në Astir bie fjala. Edhe thash para se të shkoj në Astir do shoh lajmin e fundit për çmimin e metrit katror në Astir. Sa ishte? E di sa ishte? Mesatari thoshte një burim nga 1.400 në 1.900 euro metri katror. Është rritur tani Astiri. 1.900 shkon metri katror. Ka filluar me 300 dikur e mban mend. Po pra, po them. Dhe kush ja del me pagat që janë në Shqipëri të marrë një kredi dhe të blej shtëpi në Astir, që është ende periferi e Tiranës. Unë jam parizan që mos blejnë, unë jam parizan për qirat. Mirë, po kur rritet çmimi i shitblerjes, rritet dhe i qiras, sepse këtu kemi një faktor, rritet pra rritet. Edhe qirat rriten muaj mbas muaj në Shqipëri. Kemi statistikat. Dhe rritja e këtyre çmimeve është më e shpejtë se rritja e të ardhurave dhe rritja e pagave. Kjo është e vërtet. Dhe po të them, këta njerëz që ti konsideron dele, në fakt, mos ma thuaj atë. Jo, po sepse shikoj, jemi në ekran. Dhe pastaj do mbetet që çani 2 pika, shqiptarët janë dele. Në fakt nuk është kështu. Unë futa dele dhe vetën time. Bëj marrëveshje fjalësh, s'po ta them më të keq. Bravo. S'po ta them më të keq. Pra këta që ti quajnë të ndshtruar, le të quajmë të ndshtruar. Dhe ti mendon që këta kanë interes të rrinë kokulur, unë them jo, sepse nga të gjitha të dhënat zyrtare, jo zyrtare, takimet rrugë, unë shoh që ka një pakënaqësi të madhe dhe ka një frustrim të madh. Çfarë mungon për të bërë atë që duam unë e ti, pra që të ketë një shpërthim të madh? Mungon besimi që mundemi. Besimi që mund të bëhemi shumë dhe mund ta ndryshojmë këtë situatë. Po pse mungon thua ti? Ka disa arsye. Sepse aty nuk ju mungon gjëja bazike pra. Të flën diku, të hanë dhe të shkojnë në tualet. Nuk ju mungon kjo, Arlin. Po mirë, edhe para 200 viteve në Shqipëri nuk të mungonin këto burrë dhe njerëzit prap ngriheshin kryengritje her pas here. Pra nuk është problemi të hashe të shkosh në tualet. Mendoj që kur ngrihen në kryengritje, humbasin diçka konkrete. Dhe mos harro diçka tjetër. Ka edhe teori tjera për kryengritjet ose për revolucionet. Unë nuk jam kundër atyre zakonisht, po thonë që nuk ndodhin revolucionet ku njerëzit janë vërtet shumë keq. Po ndodhin kur pritshmëritë e tyre janë më të mëdha se bravo. Më kupton, pra pritshmëritë e tyre janë më të mëdha se ajo që kanë. Unë mendoj që shumë njerëz janë keq. Edhe ata që nuk janë keq, për shembull shtresa e mesme, që nuk është për bukën e gojës, që është keq se taksohet shumë. Pikërisht. Taksohet, po të marr një shembull. Kush bën 2 punë tani do taksohet sikur bën 1 punë. Pra do ja mbledhin të ardhurat, edhe do i thonë ti e ke rrogën 3 milion lekë. Në fakt ai bën 2 punë. Pra nuk do e quajnë sikur është 2 punë, edhe për secilë punë do të taksohet më vete, po do i quajnë sikur bën 1 punë të vetme. U bë tani kjo? Kaloi. Po e bëjnë, po e bëjnë. Po e bëjnë tani. Dhe e kanë bërë në fakt. Dhe kjo çfarë do të thotë? Kjo është taksimi pa drejt, pra të taksosh njëri që bën 2 punë, duke ja konsideruar 2 pagat veç e veç, sikur të ishin pagët e një 8 orësh punë. Ai mund të jetë 16 orë në punë. E të mërshme. Po është të mërshme. Po prap, shtresa e mesme ose një pjesë e shtresës mesme në Shqipëri nuk është për bukën e gojës, prandaj është shtresë e mesme. Mirë po, nevojat, dëshirat, nevojat nuk vetëm nevojat fiziologjike, po nevojat shoqërore, historike, fazës ku ne jetojmë. Se unë e di që po u ngjall gjyshim, do më thot, qa ke qanë kohë është ti?
Se ne jetoni me kandil. Sa është Do të raport- them gjyshit im prit, se ka evoluar koha. Është në raport me, po. Ka raport me ç'a ndodh në përbot. Jemi dakord tu. Bukur fort. Prandaj shtresa e mesme, përveç probleme objektive që është çmimi i apartamente kështu me radhë, ka dhe problemin që ka pritshmëri më shumë. Ja po të marr përsëri rastin e Astirit. Këta mendojnë, këta që kanë pushtetin politik, që njeriu po pati vend ku të fus kokën, mirë është. Dhe Astiri është tamam si një kapanon i madh. Pra, vend vetëm ku të futesh kokën, sepse nuk ka as shkollë publike, as kopsht, as qerdhe publike, as fusha sportive, as parqe, as gjë, as qendër shëndetësore. Është qytet në vete. Është fjetore. 70.000 veta, pra është nga pikpamja urbanistike, sociale dhe ekonomike, është si qytet brenda qytetit. Çmenduri. Më kupton? Dhe ky qytet brenda qytetit është si të shkosh të themu në Lushnjë, e të thot njëri Lushnjë, ne këtu nuk kemi as kopsht, as shkollë, as qerdhe, as park, as fushë sportive, as gjë. Ti thua, "Ore, jeni çmendur ju?" Ku di unë, edhe në ditën më të zezë, një vend me 60.000 banor, Është si kam përqendrim. Prandaj duhet të them, kërkesat e njerëzve rriten dhe këta nuk arrin ta plotësojnë. Çfarë duhet? Duhet që njerëzit të kenë më shumë besim dhe ti pyete me drejt. Pse njerëzit nuk kanë ende besimin e mjaftueshëm vete te njëri tjetri, madje edhe te një pjesë e partive politike? Sepse ata që kanë tentuar para lëvizjes bashkë ta bëjnë diçka të tillë, i kanë tradhtuar mbështetësit dhe simpatizantët e tyre të nesërmen. Të nesërmen. Pra, ose i kanë tradhtuar duke u futur drejt për drejt e duke u kompromentuar në partitë e vjetra politike, rasti Erion Velia me shok, ose duke bërë karagjozllëqe e duke ngrënë fjalën e duke bërë një rrëmuj të madhe. Njerëzit kanë nevojë për besim dhe prandaj është shumë e rëndësishme për ne në lëvizjen bashkë që ta zgjerojmë rrezën e atyre që mund të kenë besim tek ne. Se mos harro diçka Arian. Besimin mund ta humbësh për 1 sekondë. Por që ta ndërtosh Duhet shumë kohë. Duhet shumë kohë. Është e vërtetë. Prandaj unë mendoj që koha është në favorin tonë. Sepse koha tregon që her pas here ne japim prova të qëndrueshmërisë, seriozitetit dhe ndeshmërisë tonë në mënyrë që edhe ai që është skeptik, edhe ai që është indiferent, edhe ai që është thot nuk bëhet asgjë vlla na le të ikim, edhe ai thot që prit mos e ka një rrezë drite. Prandaj unë mendoj që këta ustallarët, Berisha me Ramës, çfarë duan bëjnë? Po të marr një rast. Duan ta vënë pragun elektoral 4%. Ti je pro apo kundër? Sigurisht kundër. Po pse je kundër? Edhe them. Dgjoj, e di pse para se të më thuash që ta bëjmë dhe bisedë tani se bashkë ne të dy jemi. Mos le dio më kape më mbyte. Të vinë ato. Rikthehen pas. Jemi rikthyer me Alind Qori në Zonja Zotrin Lëvizja Bashk në këtë P4, pjesë të fundit të emisionit, por kemi kohë me Alindin akoma. Jemi duke shtruar në fakt këtë marrëdhënie të re. U nisëm nga një rezolutë e miratuar dje midis PD-s, këtë po i them për gjithë ju që mbrini tani dhe që të kuptoni pak kontekstin e asaj që po flasim me zotin Qori. Për një rezolutë që bëhet fjalë për Brukselin, për Parlamentin Evropian, nga ku ne u kthyem si staf i emisionit vetëm dje, dhe duam të kuptojmë me Alindin pse kjo rezolutë e përbashkët, opozita në fakt dhe prisë së vërtetës. Po të i lexosh rezolutën, janë futur shumë gjëra nga kërkesat e opozitës brenda. Pra, edhe sikur të mos jetë vërtet, është, se thuash, ngjansi e tillë. Pra, ky lloj bashkëpunimi. Alindi ka dyshime, edhe unë kam dyshime, sigurisht, se unë jam dyshues i madh, që në fakt fshihet diçka mbrapa. Se do kuptojmë të gjë me ngjarje do ndodhin mbrapa. Deri tani folëm me Alindi, Alindi tha që është reforma zgjedhore, është drejtësia, tha, pra kapja drejtësia etj.
Tani më duke shpjeguar më thellë akoma për të kuptuar arsyet e vërteta pse aktorët, këta lojtarë thot Arlindi, luajnë në mënyrë të tillë. Këtu kemi pak divergjenca me Arlindin. Unë them që sepse nuk ka presion nga poshtë, njerëzit nuk janë thua shumë pak dhe ata që revoltohen dhe nuk ka pse udhëheqësit, qoftë ai pushteti, qoftë ky opozitës, të kenë presione dhe të mos bëjnë marrëveshje. Arlindi thotë jo, duhet një proces. Unë mbaj mend Arlindi, tani këtu po të jap ty fjalën prapë për të folur për Pragun, që francezët për shembull janë ngritur kanë bërë revolucion në momentin që kanë ngel pak bukë dhe kur panë që mbreti i tyre po arratisej për Austri. Vetëm në atë moment u ngritën, pra ku mbetesh pa bukë. Prandaj unë them që është bubrimi thelbi. Po këtu kemi debat, ne mund ta bëjmë, jo, sa do vish në studion e do ta rrafim këtë gjë. E lë Francën për herë tjetër. Jo, unë të mora shembull Francën, sepse unë them që nuk është franceze kjo. Kjo është situash është planetare. Në momentin që ti ngelesh pa bukë, vërtet më që s'ke çat hash, ti atëre del në rrugë. Do shkosh të vjedhësh dikë. Që të hash, është mbijetesa. Krizja më e fortë, masive, protestave radikale në Evropën perëndimore, ka qenë maji 68-s. Kulmi i begatisë në Evropë, kulmi i begatisë. Atje e filluan studentët? Student, punëtor, në Italinë, Francë, pastaj gjithandej në Gjermani. Po, edhe ajo është mitizuar shumë. Është mitizuar shumë dhe i revolucion, se i ka sjellë shumë këqija, ka sjellë shumë gjëra të këqija përveç atyre pak gjërave të mira që thonë. Debati është i madh. Po ti hyn në detaj çdo ngjarje. Po nuk urrëzua qeveria nga ajo, pra dua të them. Mirë, po them valë e madhe, protesta se gjithçka tjetër. Kështu që ka raste kur protestohet ose ka një valë të madhe protestash nga uria, ka raste kur protestat e mëdha apo Puna çfarë rezultati arrin? Krasi kur thuaç qytetarët mendojnë se gjërat që duan janë të arritshme dhe kjo elitë politike që është në fuqi nuk u jep ato që ata meritojnë. Ose u jep dhe ata qetësohen. Po në Shqipëri nuk është asnjëra nga këto, se nuk u jep asgjë. Po them edhe një herë, 730.000 pensionistë marrin pensione mesatare 180.000 lekë. Tani Arlindi që. Po kupton? Me që më fole ai thot faleminderit protestë studentëve, që ti e thua shpesh. Më fali sekond. Ata nuk i mbështetën studentët që dolën, ata studentët nuk i mbështetën sa prindërit e tyre. Ti mendoj do dalin tani. Ti e mban që prindërit e tyre nuk dolën? Atëherë dolën patjetër që nuk dolën. Pas qytetarë. Aq pak dolën sa s'u do imagjinoj. Nuk kam qenë për ditë aty tani. Po nuk dolën prindërit, pra tani ti e di shumë mirë, bile kjo ishte kritika që u bën atko. Ore ku i keni prindrit? Pse s'dalin prindrit protestë? Do vinë prindrit nga Tepelena. Po të vinin. Po mirë, po dakord. Ajo pra do ishte që të vinin. Pra është fake. Problemi është që kur dalin 10 mijëra student, ne duhet mbajmë shnim që një ngjarje e rëndësishme po ndodh. Dhe duhet bëjmë diskutimi si herën tjetër që do bëhet diçka e tillë, të jetë më e fuqishme dhe më substanciale. Vim te Pragu. Te Pragu bukur fort. Rivali jot që nuk është rivali jot në fakt, po këtë ja them unë simbolikisht, Zoti Lapaj, Adriatik Lapaj, është shprehur publikisht e pash dhe në portalet që kanë nxjerrë kështu, thotë po, ne si Shqipëria bëhet, thotë, jemi dakord me pragun 4%. Dhe shpjegon se pse. Një parti thotë, një parti që nuk arrin dot të marrë që pretendon të ketë kaq deputet brenda dhe nuk kalon dot 4%, thotë, atëherë është e kot, thotë, është hipokrizi që është në lojë. Dhe po ta dëgjosh, të mbushet mendja. Kush e vendos 4%? Pse jo 10%? Pse jo 14%? Pse jo 1%? Pa kush e vendos pragun? Jo, kemi disa precedent në vende ndryshme rreth nesh, vende që janë me prag, si për shembull Kosova, më duket se ka prag. Greqia ka prag. Po. Greqia ka 3. Kosova ka 5. Greqia jo se ka 3. 3 pik pak. Çrëndsi ka. Çrëndsi ka, do të thënë në këto shifra, në këto shifra 0.6. Gjermania ka 5, Italia ka 3. Po ta shohësh është afër 4-5, pra kjo është mesatarja. Tani, se ti thua tani, okay, po egzagerove ti pastaj sigur. Sa do jetë pragu? Por nuk ka rëndësi sa është, pse ti je kundër? Tani e para. Ti zonisht nuk je kundër këtyre gjërave. Ti thua nuk më intereson fare sistemi këto gjëra. Unë do të kisha asnjë përgjigje fare, do isha komplet indiferent, sikur ky ishte thjesht propozimi i Zotit Lapaj. Sepse them, pse duhet merrem unë me çfarë propozon Zoti Lapaj, mëngjes drekdar? Zoti Lapaj është kryetari i një partie me një deputet në parlament. Dhe nuk ka fuqinë të ndrojë asgjë. Bilezetat deputet që ka, me që bën atë lëmshin me Endri Shabanin, ajo zonja deputete nuk e bën dot punën vetëm me rrogën. Edhe Agronsheja më duket është, edhe Agronsheja është kundër apo jo? Duket se kundër është. Po, pra unë nuk do shpenzoja as një minutë që ti përgjigjesh Zotit Lapaj, sepse thua ky s'ka gjendor. E di. Tani, ajo që unë mendoj është që në këtë rast Zoti Lapaj apo në një tjetër është thjesht zëdhënësi i një pakti midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Po pse jo? Sepse kanë nxjerr, po ta them, Partia Socialiste, përfaqësues e Partisë Socialiste, kanë folur për prag të lartë, pra thonë, po ta bëjmë proporcional kombëtar, do ta bëjmë 5% ose 4%. Partia Demokratike ka thënë, jemi dakord me proporcional kombëtar me 4%. Pra këta janë në tryezë me njëri tjetrin dhe unë mendoj që njëri
ka dalë aty si zëdhënës i këtyre praktikisht. Ti e që në zëdhënës da bëjnë. Po me më kështu është, më thënë, qëndrimi PS-s është, na duhet një prag midis 4 dhe 5 i lartë. Se ti e kundër në parim. Edhe them se. Se po ti jetë kombëtar, normalisht duhet një prag apo jo. Në rast se do hyni me prag 4%, dhe se cila parti do të merrte të njëjtin numër votash si në 2025. Po, pra ti do merri 25.000 vota. Pra, sigur se cila parti të merrte fiks të njëjtin numër votash si në 2025, me prag 4%, Parlamenti i Shqipërisë do të kishte deputet të PS-s dhe të PD-s. Nuk do ishte as lapaj, as ju, as Agron Shehaj. Sigur të përsëritet e njëjtë rezultate, unë mund të them tani dhe mendoj vërtet që ne jemi shumë më mirë se në 2025. Do bëni më shumë, po. Po, këto e duhen testuar. Apo do konkretisht të kuptojmë me shembull sa duhet të marrësh për të kapur 4%-in? Atëherë, qofse përsëritet votojnë të njëjtët njerëz si në 2025. Për të kapur 4%-in duhet marrësh për rrumbullakos 64.000 vota. Prandaj thot lapaj po se i ka marrë aq. Jo, ai s'ka marrë sepse ka qenë koalicion me Endri Shabani, me shumë parti tjera. Jo, me Shabani ka qenë. Me Shabani ka marrë shumë pak pra. Jo, ka marrë votat e tij. Tani nuk e di si janë ndar votat, po nëse. Në Tiranë që janë emrat e kryetarëve ka marrë, edhe Shabani ka marrë vota, ka marrë disa mijëra vota. Shumë pak krahasim me atë. Po çon si ka ta tani kuptojmë arsyeën se Lapa është pro. 64 është pragu që thot po more 63.999 vota, s'ke as i deputet. Prit ku qëndroi hileja dhe padrejtësia akoma dhe me madhe. Se mund thuash, le të jetë pragu më dhe 4 dhe 5 e ka vendet e Evropës. Këta thonë dhe një gjë tjetër. Thonë që pragu le të jetë 4%. Por, qofse ti hy në koalicion me një parti, për ty si parti brenda një koalicioni nuk ka prag. Do me thënë, po të marrë një shembull. Qofse Lëvizja Bashk hy në zgjedhje dhe merr 63.999 vota, 0 deputet. Qofse partia Zotit Lapaj hy në zgjedhje me në koalicion me PD-n e Berishës, siç po duket, dhe merr 11.200 vota, zgjedh një deputet. Pse? Po pse 11.200? Po mora 0.7. Pra, sa vota duhet, sa është pragu natyror? Pragu natyror është pjesëtosh, si thua, numri e votuesve vendet në parlament. Pra, sa votojnë, pjesëtojnë 120. Se do hyj dhe Lëvizja Bashkë me parti të madhe, ty duheshin vetëm 11.000 vota. Qofse do hy vetëm, siç ne hy vetëm do hym. E kupton? Ne na duhen 64.000 vota. Tani po kuptoj se pse e kundër. Po të hym me Berishën ose me Ramën, për një deputet na duhet rreth 11.000 vota. Po qartë. Dhe këta çfarë thonë këta? E vën pragun e lartë, thot, për partitë që duan të hyjnë vetëm dhe heqin fare pragun për partitë që hyn në koalicion. Sepse kur ti hyn në koalicion me Ramën dhe Berishën, pragu është kot, se ata e kalojnë pragun. Jo, e kuptova, po tani kjo sipas teje, nëse është kështu siç thua ti, i bie që kjo atëherë ti e bën vetëm për të hequr atë thuaje deputetin tuaj? Tani, ajo bëhet që se i bie pastaj të punojnë që këta të jenë të gjithë kundër Arlindit Qoni, Lëvizjes Bashkë. Kjo bëhet që edhe Agron Shehaj, edhe Agroni vetëm do hy. Në zgjedhjet e ardhshme, asnjë parti mos guxojë të hyjë vetëm. Po. Pra një familje nga komardare shpëtimi është hysh në koalicion me Ramën ose Berishën. Jo, mund të hyni me njëri tjetrin ju. Nuk ndryshon asnjë gjë. Sepse zakonisht kur ka prag të lartë për një parti, pragu është për koalicion është akoma dhe më i lartë. Për shembull, nëse është 4 për një parti, vendet që kanë 4 për një parti, e kanë 7 apo 8 për koalicionet. Pra, po, s'ma thek këtë. Po kjo është ajo që ndodh nëpër Evropë. Po mirë, atëherë nëse tiku partiku do hynte me PD-n e zëm. Në ashtu, do e kishte pragun më të lartë se sa po të ishte vetëm? Jo, po të hynte me PD-n, do e ketë 0.7% pragun. Po pse 0.7? Po sepse është pjesë e koalicionit. Po unë flas si koalicion pa tani, pse si koalicion, bie pragu në një mënyrë. Për koalicionin do ishte për shembull 7%. Po 7% koalicioni Lapa, Berisha dhe 15 partitë tjera e kalojnë 7% si koalicion. Prandaj thonë ti nuk është. Ndajnë votat pastaj brenda koalicionit. Okej. Ti edhe me 0.7% të votës së përgjithshme e nxjerr një deputet. Pra, po të hysh vetëm, të duhen 6 fishi votave më shumë për të bërë deputet sesa po të hysh në koalicion me Ramën dhe Berishën. E kuptova. Pa praktikisht këta qëllimi parësor nuk është thjesht të zhdukin një parti. Qëllimi është që të shtyn partitë e reja, të futen në koalicion me Berishën ose me Ramën. Në barkun e tyre. Po kjo pra është, pra Rama dhe Berisha këtë qëllim kanë. Po pse mo, Ari, mund të më thuash pse? Po që të mos kenë rezistencë, mos kenë rival. Po çfarë punë ju prishin ju atyre më? Patjetër me i prish punë sepse si Shqipëria më? Nga një parlament që ndahen gjithë o PS o PD, ke
zëra alternativ dhe këta Ke zëra Redi Muçi alternativ- që është për të respekt. Po pra, po Redi Muçi me atë punë që bën dhe ne me punën që bëjmë jashtë parlamentit, sot jemi shumë më mirë se në 2025-ën dhe po të bëheshin zgjedhjet sot, nuk do merrim një deputet, do merrim disa deputet. Dhe çështja është si këta ta vështirësojnë, se nuk mendoj që do e pamundsojnë. Edhe me 4% u besoj që ne e kalojmë. Qartë. Po si ta vështirësojnë një parti si Lëvizja Bashkë, pra që nuk do e ka në ADN-n e saj politike të mos jetë me Berisha apo me Asnjë Ramën. kompromis, po. Pra, një parti e pa kompromis me sistemin e poshtër e oligarkike të korruptuar, ta ketë gjithë me të vështirë, ndërkohë që partitë e tjera që pranojnë të hynë koalicion, ta kenë më të lehtë se që kanë sot. Pra, ky është interesi i Ramës dhe i Berishës sot, është që Të glaborojnë të vegjëlit. partitë e reja ti glaborojnë duke thënë, po su bët me ne, do ngeleni pa punë, do ngeleni pa deputet. Tani e vetmja parti që thotë, ne më mirë shuhemi fare, se të bëjmë me Ramën dhe Berishën është Lëvizja Bashkë. Prandaj, besoj që objektivi i këtij, le ta quajmë palacollëku, është të goditet një parti si Lëvizja Bashkë, sepse po them nga të gjitha partitë, e vetmja parti që s'u shkunduar asnjëherë. Edhe Agroni, dhe Agron Sheaj. Po, sot Agron Sheaj kundërshton këtë. Jo, po dhe im duke se nuk është shumë partizan për koalicione. Prit një sekond. Sot Agron Sheaj është e drejtë që e kundërshton këtë projekt Ramës dhe të Berishës, por të kujtoj që partia Agron Sheaj në nëntor ka qenë koalicion me Berishën për zgjedhjet me parakoshme të Tiranës, mbështetën bashkë. Edhe Lapaj më duket ishte. Edhe Lapaj, të gjithë bashkë ishin mbështetën humoristin. S'po vjen emri tani. Thuaj e mo. A më ledjo. Florian Binaj. Ne, Floriani, po. Pra, të gjithë ishin bashkë në koalicion me Berishën për të mbështetur Florian Binajin dhe po shkonin si trajektore, Qartë. po themi, të një koalicionit madh politik. Nuk u mbajtën ato zgjedhje dhe unë besoj arsyeja pse nuk u mbajtën ato zgjedhje ishte që unë si kandidat i Lëvizjes Bashkë po dukej në shoqëri dhe nga sondazhet që populariteti ishte goxha i madh dhe kjo bëri që Thuaj që prishën për këtë gjë. Pritoj, nuk po them për çfarë u bën për këtë gjë. prishin. Unë po them që ne treguam ç'a tregoi sondazhi i atyre muaj, që po të bëshin zgjedhja ditë në Tiranë, unë do merja jo 4,78% votave si 2023-shin, po 12,5% votave. Cili ishte i sinjali? Mos u bashko me Rama dhe Berishën, se është rruga drejt suksesit. Dhe kjo besoj që e ka bërë Agron Sheaj të bëjë një hap mrapa. Pra kuptuar nga lëvizja që ka bërë Lëvizja Bashkë, që nuk ke shpres postërisht të oborri Berishës. Qartë. Dhe tani thot nuk jam me Berishën. Para ca muaj ishte me Berishën, sot thot nuk jam me Berishën. Ti thua mund të rikthehet. Po pati, ore, kur ke qenë në krevat me ata njerëz, zihesh bëhesh prap krevat, vete prap krevat, s'ka problem. Nuk është thënë zakonisht kur ndahen dy njerëz, nuk është se Edhe pa. nuk është se kanë qejf të shkojnë prapë në një krevat, kam përshtypjen. Pas sepse mos kur ndahesh, pajtohesh, rindahesh, ripajtohesh, e bën disa herë këtë punë. Më kupton? Ne jemi komplet jashtë, jo vetëm tek apartamenti tjetër, por në lagje tjetër, në qytet tjetër krahasuar me Ramën dhe Berishën. Kështu që ne jemi alien në raport me ta. Më kupton? Ata thonë janë këta alienët që duan të përmbysin sistemin e llumit, e korrupsionit, e batakshillëkut, e oligarkisë. Tani këtyre ua bëjmë dot më të vështirë? Utopi totale vjen fjalë. Po nuk është utopi, ose. Por utopi totale në kuptimin jo, utopi për ata mo. Për ata është utopi kjo gjë, nuk e kuptojnë dot. A i diti që ata kanë më shumë, do të thënë, nga që kanë frikë, arrin t'i kapin sinjalet më mirë, pra sinjalet e ndryshimit, prit kanë frikë. Ata mund të kenë frikë të tjera. E di pse, çfarë tregon një parti që i qepet mësuesit dhe e telendis moralisht, duke i bërë presion për t'i marrë votën e vet, votën e gruas, votën e kalamajve, votën e kushurive. Çfarë tregon? Një parti që ka frikë. E kanë bërë gjithmonë. Jo, po vetëm tani. Është rrit intensiteti. Unë e kam thënë disa herë tjetër, më ka ndodhur më shumë se një herë. Takoj njerëz në rrugë që më thonë, unë thot Arlind, jam patronazhist. Mua thot partia në pushtet, më ka vënë me detyrim, se punon gruaja diku, se punoj vetë, më ka vënë me detyrim drejtues të kësaj njësie. E ti më thua pastaj pse s'janë dele. Prit, unë më thot ai, unë ju urrej këta. Dhe unë të betohem, më thot. Një njeri që kanë fol një herë, pastaj u zhduk nga jeta ime, por nuk është se ka marrë dhënë për. Unë thot, në zgjedhjet e ardhshme do votoj për ty. E kam dëgjuar, ka treguar. Do kupton? Është simbolike e bukur. Të gjitha premisa që ta besoj, se nuk është njeri që e kam komshie dhe po më thot të gjë për të marrë me të mirë. E takova sot, bëra 5 minuta rrugë, dhe shoh bukur një time. Dhe unë përjen ta besoj dhe them, kur ky njeri që radari pushtetit nuk e kap, se thot është imi, arrin të ketë këtë lloj mendimi. Ky mund mos ketë votuar për ne në 2025. Është i frustruar ai. Po do votoj patjetër, pra kërkon shteg dhe detyra një partie politike është i inkurajoj këta njerëz. Jo, thotë që janë shumë nga këta thua.
Sa janë? Unë nga që janë rrugë, Sa mund të jesi target group ta të frustruarit? po shumë sepse ki parasysh S'kemi as të dhëna zullumi është vështirë të matet kjo shkencërisht, po zullumi thot popullin kputet kur trashet. Pra këtu kuptim këta duke trashë shumë zullumin, saqë po prodhojnë pa kënaqësi kudo mes votuesve tyre tradicional. Tyra ke idenë sa njerëz më thonë rrugë që ne kemi një jetë që votojnë PS. Por nuk duam ta bëjmë këtë gjë. Këta nuk janë të majtë, nuk janë asgjë. Se është Berisha përballë. Po e kanë votuar se është Berisha përballë. Dikush e ka votuar për një vend pune, dikush kombinohet Berisha me vendin e punës, dikush trashëgimia e gjyshit, ka shumë arsye. Ama ky nuk është një proces i pa ndryshueshëm. Ky është një proces që vjen momenti ku piqen Patjetër mo. që këta njerëz bëjnë kthesë. Pas 20 vjetësh, po diskutohet. Prit, pas 20 vjetësh kur e nis numërimi ndoshta në 2010. Nga tani e nis. Ose 2013. Nga tani e nis. Prit. Nuk është nga tani. Sepse sot shoqëria shqiptare është shumë po të bëj një analogji. Sikur ne kishim kandiduar në 2021 për deputet. Lëvizja Bashkë ishte themeluar në 2020 dhe ne kishim kandiduar në vitin 2021. E di sa deputet do merrim në 2021? 0, po 0-0 do me thënë. Kuptimi që fakti që ne në 2025 me të gjithë faktorët kundër, ja kemi dalë çajm gardhin, tregon që shoqëria shqiptare që s'ishte fare gati në 2021, po fillon të... Sepse jeni ofertë serioze. Po ofertë serioze do ishte në 2021. Po do ishte, si thuash, sistemi më i kopsitur. Po pse do ishte më i kopsitur 2021? Po sepse 4 vjet më herët do të thotë më pak zullume krahasuar me sot. E mendon më pak kontradikta, më pak kënaqësi. Gjithë zullumet që janë sot në SPAK janë të atyre viteve në fakt. Jo, zullume në kuptim. Pavarësisht se i marrin vesh në tani. Ne nuk e dim çfarë po ndodh tani, do ta shohim pas sa viteve. Dhe mos harro diçka. Ka një tregus pa kënaqësisë njerëzve, që është arratisja masive. Në orën e thotë Instati, ta thotë censusit, thotë që mesatarisht nga Shqipëria çdo vit largohen 50.000 veta. Po ndërkohë ky Instati e ke parë se sa e ke parë ato ritmin e rritjes. E ke parë se sa përqind rritet. Çfarë rrit? Ekonomia. Ajo është fake. Unë ha një pul, edhe mesatarisht kemi ngrënë gjysmë pulën. E ke parë ndërkohë se është paradoks i madh ky. Paratisi shqiptar thua ti, po ndërkohë po vinë pafund turistë, po dalën në Tiranë, ti dëgjon vetëm anglisht, spanjisht, italisht, përfiton nga turizmi. Frëngjisht. Sa janë ata që përfitojnë nga turizmi? Jo, përfitojnë direkt njerëz të shkretshëm që lënë shtëpitë. Lënë shtëpitë me Airbnb. Ajo shumë pak krahasuar me çfarë humb. Restorantet, hotelet, këto biznes të vogla. Krahasuar me çfarë humb në shumë aspekte të tjera. Sa më shumë njerëz thuaj të vinë këtu, gjithsesi është një lloj ekonomie që rriten çmimet. Hyn në xhepat e njerëzve. Rriten çmimet. Do thuash ti dhe shtëpinë me Airbnb. E zëmo, zona një shembull. Pensioni prindërve tu në vend numërohesh. Dhe shërbimet që duhet marrin, gjithnjë bëhen më të kushtueshme. Që ja ato para që ti merr nga njëra dorë do japësh dhe do i shpenzosh nga ana tjetër sepse shërbimet publike janë të merr. Ti sot shkosh në spital, të thon bli ilaçe. E di. Të thon dil aty në spitalin publik bli ilaçe. E di. Përveç se do paguash në dorë. Përveç se do të marrin nga një herë do të çon në spitalin privat ose shprish aparatura. E di. Po kupton, gjitha këto janë kosto. Po kosto që nuk i regjistron dot Instati, po kupton? Pa Instati nuk thotë sa është kosto reale. Jemi dakord, jemi dakord. Por ne kemi një statistikë, unë e marr shumë e programit Lëvizjes Bashkë, që quhet pagesa nga xhepi. Për shëndetësinë. Pra sa njerëz paguajnë nga xhepi. Dhe sipas llogarive formale, të del mbi 60%. Mbi 60% e paguan nga xhepi. Kosto. Ku te kosto ja futet edhe infrastruktura spitalit, domethënë kostot e padukshme, pra ndërtesa, aparatura, duke i futur të gjitha këto bazë, pra 60 e më shumë përqind të kostove mesatarisht qytetari mbulon nga xhepi, që është kur shkon në spital privat, ose kur paguan korrupsion në spital publik, ose kur blen ilaçet vet, ose kur blen, ku di unë, instrumentet e tjera të kujdesit në spitale. Pra në këtë sens, jeta në Shqipëri është gjithnjë më shtrenjtë, mundësitë ekonomike janë gjithnjë më të pakta. Bubrimi është më i madh. Zhurma kot thua ti, zhurma në rrugë. Jo, bubrimi. Çfarë do të thon bubrim? Bubrimi do të thon kur bubron njerëzit, pra që kanë gjithmonë financime të dyshimta, të fsheta. Është do të thënë. Dhe me ata rrojnë më Arlind. Po ja po të marr një rast. Ajo që ti quan bubrim çfarë është? 3 veta në një familje kanë hap një dyqan. Edhe rrin me radhë aty. Shesi, gjëra të vogla të dyqan. Janë 3 veta. Dhe njëri nga këta, në rastin më të mirë, paguan është i vetë punësuar, paguan siguracione. 2 tjerët nuk kanë para edhe janë pa regjistruar. Pa nuk paguajnë siguracion, nuk konsiderohet vetë punësuar. Tani, kjo mund të quhet bubrim, do të thotë që ti ja hedh shtetit se nuk pagove sigurimet shoqërore. Por kjo është bubrimi i mjerimit.
Po kupton? Sepse këta njerëz nuk arrin dot me të ardhurat që kanë, një dyqan i vogël, po punon 3 vet, me të ardhurat që nxjerra në fund muajit, ai po pagoi siguracionin ta vdesin për bukë. Po çai diti njerëzit më Po vdesin për bukë, po dëgjoj, mos doshta kemi prishmëri shumë të madhe. Po dëgjoj. A ke dalë mjafton të mbijetojnë më në cilin vend botës? Po mos jo të botës, të Evropës. Mos e krahas. Të Evropës. Ti del në orën 2 të natës nga shtëpia dhe gjen dyqan e hapur. Jo, nuk para ka. E di sa kanë Tiranë? Unë po dal nga shtëpia në 2 të natës, në lagjen time. Çfarë dyqanesh, ke fjalën për këto? Të blesh qumësht, ujë, dyqanet e vogla, jo supermarketet. Pse janë hapur? Janë hapur. Në 2 të natës. 2 të natës, 3 të natës, 4 të mëngjesit. Pra unë po e di domethënë, ky është hapur, njëri 100 metra më tutje është hapur, rrin hapur. Pse rrin hapur 24 orë? Sepse është vetëm një mënyrë për të mbijetuar. Pra një dyqan i vogël, ti mund të prodhosh të ardhura sa për të ngrënë bukë, vetëm nëse nuk e mbyll kurrë. Qartë. Pra vetëm nëse punojnë 2-3 vet me turne dhe rrin 24 orë që të prodhojnë pak 100.000 lekë që të mbaj familja veten gjallë. Në çdo vend tjetër, ekonomia është aq e përparuar, sa që s'ke nevojë të punosh turni 3 për ngrënë bukë. Jo, po sigurisht. Ndërkohë që në Tiranë, po them edhe një herë, në çdo lagje, po futem midis pallateve, do gjesh nga këto dyqanet e vogla, qoftë do të blesh ujë, qoftë do të blesh cigare. Jo, ato tabakot janë hapur, ka shumë tabako që janë hapur gjithë natën. Tani, ti mund thuash nga këndvështrimi yt se dua ujë apo dua cigare, shqyr që është hapur, po shije nga këndvështrimi atij që shet. Nga këndvështrimi atij që shet. Ajo është një familje që lezim mbijeton, duke punuar 24 orë dhe mbi të gjitha ata do jenë pa pension. Ka edhe nga ata që vuan nga pagjumësia. A që po ka pa gjumësia se prisha që blenë, ata dihoj që shet. Dhe po them, të gjitha ata që janë aty rreth e qark dyqan, që punojnë te dyqani, do dalin pa pension sepse sot të ardhurat i kanë aq tulta, sepse nuk ka vende pune të mira, sa që e kanë pamundur të paguajnë sigurimet shoqërore, se është 23% kur ti je vet punësues. A 23% e gjithë të ardhurave duhet ja paguash shteti që të kesh ti pension. Dhe ky shtet që kemi ne, kjo qeveri, nuk ka një skem që të thotë, o vëllezër, gjysmat unë, gjysmat ju. Qartë. Sepse jeni ditë hallit. Gjysmat, siç u jep oligarkëve që u jep falase për gjysmin taksave, të shkojtë të vetë punësuar, që kemi në program, dhe thotë, një pjesë sigurimeve shoqërore do t'ua mbulojë shteti. Jemi qartë. Aq, sa ju e thanë në mënyrë që të keni pension nesër, dhe këta njerëz janë thellësisht pa kënaqur. Kthehemi edhe një herë te pazari. Kemi shpresë. Jeni fut një rrugë, jeni fut detit me këmbë ju me këtë mo. Kjo që keni bërë ju, jeni fut, i keni marrë detin me këmbë Arlin. Prandaj them unë kur do mbrini në breg. Se kjo që thua ti, disha revolucioni është ky më. Ky është revolucioni vërtet, vlla. Ky është një revolucion modernizues. Po, kjo që po thua ti, marrëdhënie politike shoqërore moderne. Jam dakord pra. Po e di sa kohë do kjo, vlla. Se kjo kërkon një ndërgjegjësim të madh shumë. Po, atë po them pra. Që të nis procesi, jemi në kohë. Pa që të nis procesi, nuk pres. Sepse për ty nuk ka rëndësi thua ti, nuk ka rëndësi rezultati thua ti, procesi është rëndësishëm. Unë nuk pres që Lëvizja Bashkë të fitojë 51% të votave në vitin tjetër. Nuk e pres. Në ndodh sa mirë, do të thotë që po përmbyset bota. Pa unë shoh procesin. Dhe nga procesi shoh që njerëzit po na afrohen, po na vlerësojnë më shumë dhe përpasoj po besojnë më shumë te vetja. Kush mbështet Lëvizjen Bashkë, të ka kuptuar, është një njeri që ka fituar edhe betejën me veten. Pra, atë pesimizëm që e ka shkurajuar, e ka pasivizuar më herët, tashmë e ka kthyer në mos në optimizëm, në shpresë. Pra në faktin që është e mundur, se optimisi nënkupton që do bëhet patjetër më mirë. Ama shpresa do të thotë që mund të bëhet më mirë. Dhe jemi duke arritur këtë fazë. Pra që njerëzit mendojnë që mund të bëhet më mirë. Dhe cila është detyra një partie politike në fund fare. Sepse ndryshimin secili do ta, po themi, do të vetisohet dhe do ta bëj vetë duke hyrë në këtë proces. Në këtë kuptim thashë. Detyra një partie politike është që të jetë ai instrumenti në duart e njerëzve, instrumenti në duart e qytetarëve, dhe personit e cili ti beson se nuk do të tradhtoj. Mesazhi që unë marr më shpesh, nuk është komplimenti, është mos na tradhto. Mos na tradhto. Qartë. Mos na tradhtoni, sepse njerëzit janë të tradhtuar. Edhe kur duken pasiv, nuk është kënaqësi, nuk është nënshtrim, është mosbesim. Pra janë tradhtuar aq shumë nga të tjerët, sa që thot ai, mua më ka djegur qulli, tani do i frikosit. Dhe ta thon pikërisht njerëzit cilët dhe ata vetë tradhtojnë gjithkohë dhe janë të tradhtuar, o Arlin. Është një rreth vicioz i tmerrshëm kjo gjë. Se këta njerëz i beson vërtet ty këto, nuk kanë këtë tradhtojnë. Sepse janë në kushte. Po tradhton në nivelin e tyre, në nivelin e tyre. Tradhton komshiun, tradhton gruan në shtëpi, tradhtojnë kalamajt tradhtojnë prindit i gënjejnë. Pra, se thuash, jo. Tani, do thuash të këto mikro mëkatet janë për hapur. Kupton, do të thënë. Pres që shoqëria të jetë
këtë po them pra. Po ti që shoqëri ëngjës kishte nevojë as për shtete apo Po se duke dëgjuar mënyrën tënde si flet. Pra, mua më krijohet ideja sigur ata që thon ti mos ta tradhto sikur janë ëngjëj. Në fakt jo. Ata janë njerëz kompleks, si çdo njeri tjetër. Dhe kanë një mënyrë, është mënyra e tyre. Ti pse prirën nga Po të shpeu revoltën, ma mos ta tradhto. Jo, dakor. Po jo se vetë nuk e bëjnë, e bëjnë dhe vetë. Pavarësisht se është kompleks. Njeriu se thjesht nuk është ëngjë. Sigurisht nuk marrëzi. Nga që është kompleks, ama prapë se prirën nga e mira, për një arsye shumë e thjeshtë. Sepse e mira intereson. Pa në fund fare, ati intereson materialisht. Intereson jo jeta, jo vdekja. Pçat më qatë, jemi Intereson që dakord. shteti të bëhet siç duhet. Jam dakord. Të kemi institucione të mira. Ja një Dhe kritik- prandaj shet tek partitë politike, ose zhgënjimin, ose tradhtim, ose shpresën. Dhe ai që sheh lëvizjen bashkë, dhe i kurajon lëvizjen bashkë, mendon që lëvizja bashkë, mbase sot është instrumenti në duart e tij, me cilin ai mund ndryshoj fatin e vetes dhe Por është e bukur e gjithë narrativa jote, është perl. E vetmja gjë që mua nuk më rrihet. Dikush është, vetëm një pse keni vendosur ju si lëvizje bashkë, ti si Arlind, edhe Redi, detin këmbë. pse ke vendosur sepse shiko, për të arritur një rezultat, për të arritur kjo shishje on këtu, unë mund të operoj me disa rrugë apo jo. Ju keni zgjedhur, pra mund të operoj me disa rrugë Ti ke rrugën e drejtë, që ti je detin këmbë. Jo, për këtë kur futesh Google Maps për shkakun, ti jep 3 opsione për të arritur diku. Ti jep opsionin më të shkurtër, opsionin një të mesëm dhe një më të largëtin. Ju keni zgjedhur më të largëtin. Ne kemi zgjedhur. Kështu duket mua. Ja ta bëj pyetje. Ideja është kjo. Pra ju jeni gati të sakrifikoni gjithçka për të mos bërë koalicion me askënd, jeni vetëm, dhe ti futeni detin me këmbë dhe kapni udhëtimin e milingonave. Ke parasysh milingonat kur nisen për dikush, e sigurt do arrin, po do arrin shumë më vonë se sa Figura nuk e sa më kupton. Mund të zgjedhim shumë. Me milingonat është kjo, po mund të zgjedhim një kafsh apo Unë thash milingona se është e sigurt që janë më punëtorët, po arrin destinacion. Po aman arrin vonë, nuk ka rëndësi koha për ato. Unë mendoj që Mua më duket sikur ti kohën nuk e ke fare si kriter për Arlind në sa kohë jemi politikë. në rrugën e drejtë, jemi dhe në rrugën më të shkurtër për arritjen e qëllimeve. Sepse ato që quhen rrugë të shkurtra janë rrugë që Nuk janë detyrimisht të pandershme ato. Një sekond. Unë mendoj që ato rrugë të shkurtra të tjera janë rrugë që interesojnë një njeriu politik për interesat e veta personale. Jo, të zbatoj idetë e veta, më fal. Ka asnjë shans. Që të zbatosh ti idetë e tua, valla. Më fal, që të kesh ti mundësi të vendosësh për të vend, të bësh 5 gjëra të mira, siç po më thua. Duhet bëj pakt me djallin. Jo, Po djalli s'do të bësh gjëra. duhet të vish sa më shpejt, duhet të kesh sa më shpejt mekanizmin për ta bërë, them. Po, dhe Se si e bën është puna jote. mekanizmi për ta bërë është që ti bindesh qytetarët. Po, unë që të bindem, dallon nga të tjerë. Unë që të bindem si qytetar, Dhe ndërton besim. unë i parit kam thënë njerë në një studio, se ka ardhur shpesh në studiot e mia, në studio ime një është fakt, po në për televizione. Dhe kam thënë Arlind, mund të më thuash, e mban mend? S'më ke dhënë përgjigje. Po më përse. Se thënë Arjan, më ka thënë Arjan, do ta them dhe këtë, po nuk është se kemi vendosur akoma, në një përzgjedhje. Çfarë, cili është e pyetja? Të kam thënë unë, pra jam unë qytetar, dhe të kam thënë Arlind, të kam thënë unë dhe gjithë ajo që konsiderohet shtesë e mesme në Shqipëri, paguan 23% nga, më mban 20% nga rroga ime. Më mban shteti. Nuk ka rëndësi e paguan ai punëdhënësi apo e paguaj unë. Ajo është varet si e zgjedh me punëdhënësin, e kupton? Kam thënë, nëse ti kryeministër, do ma ulësh të apo do ta lësh kaq apo do ta arritësh më shumë? Fasha. Dhe këtë diskutim do ta. Dhe s'ma ke dhënë përgjigje. Ja, shikon s'ma dhe përgjigjen prapë. Dhe ti pret tani që unë të ndroj mendjen. Më fal. Mora një sekond. A të duhet vota ime ty më me që ti nuk bja për blerje e votesh për gjëra? A duhet vota ime? Ç'ës ma thua më? E di, unë nuk jam mundj po të pyes më. Janë, mu të fal, janë minimumi 20.000 veta që po të pyesin në këtë moment. Që paguajnë, dare, më ndiq çik mua këtu se nuk do të më lësh, nuk do ta bësh bisedë, e ke në mendje të vazhdosh me një herë. Pritet të duro pak. Po ta them unë, mbi minimumi, se nuk kemi shifra zyrtare, janë minimumi 20.000 vetë, ndoshta edhe 3 vjet, nuk di ta them vëlla, që marrin rrogë mbi 1.300.000 lekë në muaj. Dakord? Ka në Shqipëri, ma duhet të ketë 30.000 veta, ka. Në flasë sektorin privatore, se ka. Tani po afrohet e publiku kjo gjë, e diti. Që ka fajtë rrogat nga 1.200.000, 1.300.000. Edhe në administratë. Po të privati, unë them që do të jenë 30.000, le ta marrin 30.000 për marrëveshje fjalë. Tani unë po të pyes në emër të këtyre 30.000 vetave. Ti 25.000 ke marrën votë. Një nga gjëra, se janë shumë gjëra që kërkojnë njerëz, unë po them njërën, që është bazike fare. Nga rroga ime, mua mbahet 23% vëlla. Zotëri, unë jam votues dhe nuk di çfarë të bëj. Çfarë do bësh Arlind Qori? Sa e ke rrogën, ëh, se po do të thotë që të them ja përgjigj. E kam mbi 1.300.000 pra po them. E kam 3 milion, e kam 4 milion, e kam 5, e kam 2 milion e gjysmë. Ja ta ja përgjigjen. Më fal. Mbi 1.300.000 unë paguaj 23%. Tani të lutem, do më japësh përgjigje? Do t'ja përgjigje. Dhe si jam unë, nuk është Arjan Çani. Janë 30.000 veta që të presin. Programi 2025-s,
që në 2029 do përditësohet apo jo se. Ndryshojnë çmimet. Ti ma thuaj pak a shumë, nuk e dua fiksun. Dhe po ta them, në parim, duhet hap programi nga e parë që t'jap fashat, por këtë e mbaj mend mirë. Që qofse rroga jote është sot mbi 1.3, prit, nuk është pragu 1.3 për ne. 1.3 është. Po për ne o për ne. Jo, për 23% të mund mo. Po për 23% i është pra, po. Ora është aktualisht mo. Çfarë propozojmë ne? Ai për çfarë propozon? Ne propozojmë disa shkallë taksimi. Po. Dhe Për disa shkallë ka dhe ky Rama mo. Po më shumë shkallë pra. Do bësh më shumë shkallë. Po prit, dhe po të them, propozimi ynë 2025, flasim për 2025, 2029 do kemi propozim të ri, se ndryshojnë parametrat. S'ka po ndryshon në gjë e madhe, kjo është. Ndryshon inflacioni, ndryshon përbërja e kështu me radhë. Dhe ne propozimi im, s'pa them do të me 100% siguri se do të hap. Nuk e dua me 100%. Po ta them me një siguri relative. Në këtë rrogë do paguash kaq, në këtë rrogë do paguash kaq. Nuk do ta them, do të them. Po ta kesh deri në 3 milion lek. Po këtë po të pyes. Deri në 3 milion lek do paguash më pak se sot. Po ta kesh mbi 3 milion lek do paguash më shumë se sot. Dhe kur them më shumë, rritet nga pak, pra rritet nga pak, nuk është se ka një rritje të madhe. Po pragu cili do jetë, se ka një prag ajo. Nuk do të hap tani, do më lësh 5 minuta të hap programin në 2025, do të bëj grafikun e taksave. Pra do të kesh shumë komplikuar, ti progresiv. Pra edhe kur më the ti, këta që marrin mbi 1.500 euro, unë them prit, se këta midis 1.500 dhe 3.000 euro, ta do paguajnë më pak se sot. Më pak se 23%. Se ta është me fasha, pra, deri në këtë është zero tak. Po, pra. Se ti 23 nuk e pagua për gjithë rrogën. Jo, e paguajnë mbi 1.3. Deri aktualisht e ke zero. Po. Pastaj e ke 8% a 10%, pastaj 12, pastaj ku diun 15, 13 ke 0, 13 dhe 20. Por është një çmendurim, është një mashtrim i madh. Tani, ajo që mbi 1.3 milion lek është 23%. Bukur. Ne duam që kjo shifër 23 të kapet më lart, pra të fillojë më lart numërimi për 23. Pra të fillojë mbi 1 milion, pra shumë më lart se 1.3. Po pra, por ata që e kanë 10.000 euro apo 20.000 euro, mund të paguajnë më shumë se 23. Më shumë do të paguajnë deri 30%, jo 23%. Prandaj po them, duhet të përkufizojmë tamam, ti thua 20-30.000 vet, nga këta 20-30.000 vet, ku diun, po të marrin 30.000 vet, 28.000 do paguajnë më pak se sot, ata 2 miq drejtori Vodafonit do paguajnë më shumë nga drejtori i Vodafonit pa diskutim. Drejtori i TV Klanit pa siguri që do paguajnë më shumë, sepse janë rroga marramendse, ose është një i bankersit që i kishte vënë vetes rrogë ku thon qindra mijëra euro në muaj. Po e kishin 100.000 euro në muaj më duket. Jo 100.000, 2-300.000 euro në muaj. Tani s'un paguaj ky 2-300.000 eurove, një lloj si ai që merr 3-4.000 euro, më kupton? Por nuk mund paguaj një lloj përqind, prandaj duhet shkallëzim. Ky është parimi ynë. Po flet me njerëj që janë për taksën e sheshtu, po çon si ka. Ky është debat tjetër për sa vetë. Unë mendoj që se ajo është një barazi sociale të mund dhe i kap të gjitha ato. Megjithatë çon si ka. Ky është një muhabet tjetër. Unë thash dhe brenda progresiv, pra brenda sistemit progresiv që ke ti, unë do isha kurioz dhe 30.000 veta të tjerë mund të jenë më shumë ose më pak. Është interesante. Po do ta bësh shumë shpejt, mos e lër për fushat, Si po të më ftosh më ti jemi se ardhur këtu gjithmonë apo. Se hajde këtu. Patjetër. Po të çfarë thënë që jo si për programin ekonomik. Unë mund ta hap tani fut reklama për 2 minuta të japun përgjigj, ta jap me fasha. Jo, po unë jam i qartë, e veti edhe. Parimi është ky që nga ata që paguajnë 23 sot, pragun e kanë 1.300.000 lek, që është skandaloz, sepse 1.300.000 lek nuk vlej një lloj sot siç kanë vlejtur para 15 vite. Është vërtet. Apo 13 vite. Është vërtet. Sot do duhet që ky prag, me aq sa më kujtohet mua nga programi, do ishte 3 milion lekësh, 3 milionë dhe 4 milionë lekë, nuk e mbaj mend fiks, të duhet them. Prandaj ka një shkallë progresiviteti. Prandaj unë them që lëvizja, edhe ne si frym, çfarë duam të arrijmë ne? Ne duam të arrijmë një koalicion të madh social, se ti fole për koalicionet politike, që janë pazare kryetarësh. Mua nuk pëlqen pazare, mua më pëlqen një koalicion i madh social. Qartë. E di kur ka ndryshuar për mirë bota. Jemi në 5 minutat e fundit. Di kur ka ndryshuar mirë bota? Kur sa grupe shoqërore kanë bërë një pakt të madh, një koalicion të madh. Cilët kanë qenë 2 kryesorët, punëtorë dhe shtresa mesme. Tani rreth tyre janë pensionistët, të rinj, dyqanxhit. Janë satelitët, po janë satelitët. Forca nga New Deal i Roosevelt tek demokracitë sociale të Evropës Perëndimore. Ku këto 2 forca janë bashkuar. Shtresa mesme dhe të varfrit për ta thënë, kur janë bashkuar. Jo të varfrit tamam, po. Po punëtor, pa njerëz që punojnë, mund të jesh i varfër dhe fakir, por nuk i varfër fakir. Punëtor njëri aktiv që prodhon të mira materiale, që kontribon shumë për ekonominë e vendit smerr gjëfare. Është konteksti në Shqipëri, janë kushtet që kjo të ndodhi. Kemi në Shqipëri, kemi 3-400.000 vet për shembull që janë ajo që quhet lloj klase punëtore ekziston.
ka shumë njerëz që janë të vetë punësuar, si ata që thashun që 3-4 vetë sillen vërdall një sipërmarrje të vogël ku janë të vetë punësuar. Duhet bëjmë një aleancë të madhe sociale. Gjithë ditën televizor flitet, a do hynë koalicion filani me fistekun. Jo, ne do vazhdojmë rrugën e drejtë, e di për çfarë arsye, se është e vetmja rrugë që nuk lën baltë. Sepse ti po bëre me Edi Ramën e Sali Berishën, ti ja ke shit shpirtin djallit. Unë po bëra me Edi Ramën e Sali Berishën, mund të bëjmë gjithçka në këtë jetë, por do kem tradhtuar gjithçka në të cilën besoj. Dhe kjo është mjera i popull, qofse unë do fitoja pasi kisha shitur shpirtin djallit. Mjera i popull. Qofse do ja shes shpirtin djallit, dhe s'kam për ta bërë kur. Dhe do fitoja mjera i popull, nuk është lajmi mirë për mua. Redi Muçi mendon njësoj si një lloj si unë, pa diskutim. Tani të bëjë sa pyetje që më kanë ardhur këtu dhe ta mbyllim. Them edhe diçka tjetër. Patjetër. Një është mos ja sesh shpirtin djallit, dy është të mos të lënë mes rrugës. Këtu është pastaj muhabeti me partitë e tjera të reja. Dakor? Ajo që ndodhi, vjet tregoi shumë që ata njerëz që dilin fushat me njëri tjetrin, thonë jemi vëllezër, duhemi shumë, do bëjmë namin, do sjellim ndryshimin. Të nesër me zgjedhjes filluan t'ia hedhin njëri tjetrin. Jo. Kokrën e namin. Jo, ky që është sot avokati i popullit në fakt, ishte njeriu që po çfarë kishte lava? Ti e di shumë mirë që s'ka faj, dhe ti do t'i bësh të dy Ty kanë fajtor. faj, në kuptimin Pse unë kam faj që të besoj ty, jo. që bëj marrëveshje me ty dhe të besoj dhe ti pastaj më tradhton. Më korrigjon nëse kam gabim. Mirë, patjetër kur një çift ndahet, të dy janë fajtor, më jemi dakord. Prit më prit tani 1 Por minutë. gjithsesi, bën këta? se nuk do t'i mbroj tani po. Bën të dy nga një premtim, dhe të dy e shkelën premtim publik. Njëri tha, Që po mori po deputet. mori deputet, do je mund, do jesh ti. Po. Tjetri tha, do fitoj, do bëhet deputet ai që merr më shumë vota. Më kupton? Dhe të dy shkelën premtimin që dhanë. Pra në vend të ziheshin që për t'i hapur rrugë njëri tjetrit, se kështu duhet gentlemani. Gentlemani është ai që thot ti para meje sepse unë kam dhënë fjalën. Ta të dy hëngrën fjalën dhe pastaj u hëngrën edhe me njëri tjetrin. Por nuk ka rëndësi kjo. Kjo është gjë e parëndësishme në vetvete, është humane. Vetëm për t'i dhënë përgjigje pyetjes, pse ne nuk mund t'y hyjmë këtyre? Se po i hyjmë këtyre bashkëpunit, do filloj çfarë të bëj dhe unë pastaj. Vë dhe unë tajën, tezën, ku shkon ky muhabet? Ne kemi zgjedh shtegun ton, që është shtegu i politikës ndershme, parimore, të guximshme, dhe politikës që i sheh qytetarët në sy dhe i thotë, ne kemi këto ide. Sa nga këto ide i negociojmë, do të thënë i diskutojmë me ty. Njeriu është i hapur. Por ama shtyllën kurrizore ne nuk e negociojmë. Qartë. Ndershmërinë, guximin, parimet themelore politike. Ti mendoj kjo do ju çoj lart. Unë besoj që edhe strategjikisht, jo vetëm moralisht nuk ka pikë në diskutimin. Po atë nuk e diskutoj unë, po. Po unë mendoj që edhe strategjikisht kjo është rruga e dur. Tani nëse është rruga e dur apo jo do na tregoj koha, ose nuk e vërtetojmë dot ne sot. Ka raste në Evropë, raste frymëzuese që ja kanë dalë si sot. Arrin gjithsesi që sepse nuk kemi kohë realisht dhe duhet ta delerojmë dhe stafin sepse po. Për ta mbyllur me këtë për shkak, kisha dhe mesazhe shumë drejtin po. Se dia do kemi kohë, qoftë më jepit i përgjigje të shkurtër. Pyetje, jepi gjithë. Jo, po kam një gjë të fundit. Masa sa gjëra kisha, po nga izojat në ndërprisjes edhe ti e morë me shumë shpejtësi në fakt. Dgjoj. E zëm për shkakun që në zgjedhjet do vinë 2027-ën, ti jemi mirë të gjithë. Ti do kandidosh për Bashkinë e Tiranës, dihet, domethënë s'ka ndonjë surprizë, dhe do marrësh njëtat vota që ke marrë herën e fundit. Ç'do thotë kjo për ty? Cili është mësimi i të nxjerrësh? Që kemi ngelur në vend. Po, do të patën do dish të, sa thuash, pa diskutim. Jo, po. Të reflektoj. Jo, më ato s'më interesojnë fare më përgjithësi të reflektive. Më intereson, do dish të kuptosh ku ke gabuar? Pa diskutim. Në kuptimin që ku ke gabuar në kuptimin me njerëzit, më jo. Ku ke gabuar në kuptimin në raport me strategjinë. Pra, bëm këtë, do të kishim bërë këtë, do të kishim bërë këtë, do të kishim bërë këtë. Pra, e arrin dot, pra, a mund të bësh dot një autotest? Shiko. Arrin dot apo është vështirë, Arlin? Kjo është pyetja. Personalisht, edhe në lëvizjen bashkë. Lëvizja bashkë po them me ty në krye. Ne kemi sens shumë të fortë të vetë kritikës. Pikërisht pra. Çfarë bëm mirë, çfarë bëm keq. Ne bëjmë mbledhje diskutime të pafundme dhe e shohim dhe veten në të shkuarën çka ka çaluar mes ne. Sigurisht jo të gjitha gjërat mund t'i themi publikisht, ajo është një analizë strategjike. Nuk bën ta thuash në televizor. Jo, vetëm vetë, jo në televizor, vetë të fortë brenda jush. Vetë kritike. Mirë po, prapë unë mendoj që edhe parimet, edhe strategjinë i kemi korrekte. Ja po të marrë çështjen më të diskutuar para zgjedhjeve. Që ka qenë. Do duhet isha unë i pari në listë apo jo, lëvizjen bashkë. Dhe unë, kur kam mbrojt tezën që s'duhet isha i pari, isha në mos i vetëm në minorancë të jashtëzakonshme brenda lëvizjes bashkë. Dhe u thoja, shokëve dhe shoqeve të mia, dëgjoni. Shpresoj të marrim disa deputet dhe unë të jem parlament. Po të kemi vetëm një deputet në parlament,
është më mirë Edi Muçi se unë. Ua thoja. A e di pse është më mirë Edi Muçi se unë? Sepse njerëzit do kuptojnë potencialin e Redit dhe do kuptojnë që Lëvizja Bashkë nuk ka vetëm një njeri. Bëj qartë. Më kupton? Po e ke thënë ti këtë? Unë e kam thënë njerë duke u zënë brenda partisme. Po, e ke thënë dhe publikisht pastaj në për... E kam thënë e kam dëgjuar, po, e ka thënë dhe po të them. unë, disa herë, po. Ky ka qenë vendimi duhur nga pikpamja e profilit dhe reputacionit të Lëvizjes Bashkë. Këtu jemi dakord ne. Madje Flas Arlin Qori në zgjedhjet, në zgjedhjet lokale për ta mbyllur, sepse është çështje kohe. Se unë e di, unë mund të ri. O Ledio, pyeti çuna dhe sa mund të ri me Arlindin valla. Se vallai dhe unë jam mirë, sot jam në formë shumë dhe do doja të rija. Qëse çuna thotë rim dhe ca, më jep një kështu, më jep një Dgjoj, sepse është gjithë stafi që punon. Më vjen një pyetje. Por ty tani me këtë do e mbyllim. Po më jep fjalën që përgjigja zot më shumë se 1 minutë. Po. Ma ndërpriti pastaj, nëse. Do ndërpres. Ti je në gjendje se je aq i dëgjuar dhe aq i mençur dhe aq i lexuar sa mund ta bësh sintezën. Okej. Mund të jesh sintetik apo jo? Do mundohem, po. Zoti Qori më thon, foli për koalicion social të madh social. Koalicion të madh social. Sot shtresa e mesme dhe punëtorët e kanë bërë koalicionin e ri social, thotë. Pse ky më jep një kontekst për ta kuptuar se gjërat, ore ne nuk mund të veprojmë vetëm, do të shohim se çfarë ndodh që të kuptojmë edhe ne këtu. Ti e di shumë mirë apo jo? Kjo është një që influencon, pra një vend influencohet dhe nga jemi në një kontekst më të gjerë se Shqipëria. Sot shtesa e mesme të punëtorët e kanë bërë koalicionin e ri social, thotë. RN-ja në Francë, RN-ja është le Rassemblement National, kjo e Le Penit, është ekstremi djathtë. E quajtur ekstremi djathtë, ata janë të djathtë vërtet në fakt, po të majtë i quajnë ekstremi djathtë për t'i diabolizuar. Le Rassemblement National në Francë, Partia Reform në Angli, thotë, do më thënë, po vjen vetëm çështje kohe është, ky Farazhi më duket. AFD-ja në Gjermani, që janë tani sondazhe del, FPO-ja në Austri, AUR-ja në Rumani, po vjen, thotë, PIS në Poloni, Babic në Çeki. Zoti Qori, këto janë të dhëna në faktikat sakta, janë të dhëna, Zoti Qori thotë, socializmi në Europë fatmirësisht po vdes, a je dakord apo jo? Jo. Jo, se këto janë fakte, nuk ishte koment ky që më erdhi. Po vdes një lloj social-demokracie që ka tradhtuar cilët? Bazën e vetë sociale, që kanë qenë punëtorët e të varfër. Michel Onfrea, ta tani komplete Michel Onfrea. Mendi që ata kanë tradhtuar punëtoria është hedhur tek e djatha ekstrem. Dhe kjo trafik ka ardhur që pas ardhjes në pushtet Mitterrandit në Francë, në 80 e can. Tani mund ta vendosim Krishtin dikush thotë. Unë e vendos atje se ata ndikonin shumë. Ç'si ka? Po, unë mendoj që ka shanse, dhe po të marr përvojat historike nga Franklin Delano Roosevelt më këtej, që një koalicion i madh, po them, i punëtorisë, klasës mesme, pastaj, pensionistëve, dyqanxhinëve, rinis, bizneseve të vogla, do të ishte një koalicion përparimtar, një koalicion që do vendosë shtyllat një ekonomie të shëndetshme, konkurruese, novatore, sociale. Kjo po vdes. Po kjo nuk po vdes, sepse kjo është lënë, ky projekt që them unë, nga partitë e vjetra social-demokracisë, jo në gjitha rastet, po në disa raste, në shumë raste, është lënë dhe është tradhtuar rrugës. Ka shenja. Ku? Ka shenja. Mi jep një vend tjetër nga se këto vende pastaj. Ja po të marr një rast. Partia e gjelbër në Angli, në Britaninë e Madhe. Është një përzierje interesante e ambientalizmit me të drejtat. Sa dalin sondazhet ata? Farazhi është sipër Franca si quhet kjo? Franca e pamposhtur e Mélenchonit. Kjo, rrot janë me Le Penin. Lezën Sumi. Partia e parë me dytë. Pra edhe ai është një projekt. Nuk janë rrot më rrot, është poshta e Mélenchonit. E dyta është, po është poshtë. Si koalicion herën e fundit kanë qenë shumë afër njëra tjetrës. Si koalicion. Sepse ata futin edhe socialistët, por ata bashkonin si komunistë, socialistë të gjithë bashkë. Koalicion bashkë, thënë, ka qenë janë ndryshe nga ty ata, pranojnë koalicion partitë tjera, po nëse çon se ka. Ky është një parti që është e majtë, një parti tjetër që është e majtë, një tjetër që është e majtë. Dhe sa mbarojnë zgjedhjet zihen pastaj. Hop, zgjedhin brirët. Ka është në përgjithësi lëvizja progresiste brenda Partisë Demokrate Amerikane në SBA që po të marrim zgjedhjen e Mamdanit në New York. Është prapë shenje mirë. Sigurisht New Yorku është një bashki, duke që SBA-ja. Ama tregon që ka një alternativë ndaj korrupsionit qendrës dhe ekstremizmit, racizmit, ksenofobisë, së djathtë. Po nuk kur them vdes. Ka një alternativë që është vërtet demokratike, është minore pranë, është minore sociale, përparimtare. Dhe unë mendoj që në Shqipëri
këtë alternativë e përfaqëson më së miri Lëvizja Bashkë dhe media kemi potencial për ta realizuar. Bukur, dhe tani vazhdon personi që po më shkruan dhe më thot, këshilla ime për Arlindin, thot, të kthehet anti-shtet, pro liris, pro tregut. Të lutem Arlind, ktheu djathtas, thot. E ke aftësinë, je i vetmi që ka aftësinë dhe të bind, thot, edhe për marrëzinë kolektiviste. Ne nuk jemi automatikisht kundër tregut. Ne nuk jemi në të gjitha rastet kundër tregut. Ne për shembull, midis monopolit, oligopolit dhe tregut, jemi për tregun. Sektori naftës, që kontrollon Kastrati, ne duam të jetë shumë herë më i hapur. Ne jemi për tregun në sektorët e prodhimit, kudo tjetër, për tregun jemi. Aty ku ne kemi dyshime, siç kam përgjithësi e majta dyshime për tregun, është tek tregu i punës. Më kupton? Pra tregu ku ti forcën punëtore, atë njeriu që të vjen të punoj për ty, kur e kap në ditë hallit, ai po spati mbështetjen e shtetit, atë e bën të punoj 16 orë për 200.000 lekë. Prandaj duhet shteti. Në tregun e punës, punëtorit mos punoj 16 orë për 200.000 lekë, po të punoj 8 orë për 700.000 lekë rrogë minimale. Kjo do ishte pra, tregu, për mendimin tim, duhet inkurajuar në shumë aspekte dhe duhet menaxhuar në aspektin e punës dhe drejtave në punë, sepse njeriu nuk është, ndryshe nga faktorët e tjerë të prodhimit, punëtori nuk është send. Është njeri. Më kupton? Dhe me njeriu ti njeriu mund ta trajtosh si sendin. Dhe ta trajtosh me kujdes të veçantë. Kapitalizmi i dhimbsur. Problemi i tregut për gjithçka është që ti rrogën do e çosh 200.000 lekë dhe bësh punoj atë 16 orë dhe mos harro shërbimet publike pastaj. Shumë nga njerëzit që duhet i përdori, si për shembull shkolla. Po ta çojmë tregun deri tek shkolla, do e bëjmë me pagesë fillore, do ta bëjmë me pagesë fillore, me vërtet. Unë mendoj që shkollimi duhet të jetë cilësor dhe falas, sepse nga shkollimi cilësor dhe falas do përfitoj nesër dhe tregu, se do ketë njerëz më të përgatitur që do punojnë. Pra, duhet parë, le të themi, trajektoria afatgjat e zhvillimit ekonomik. Jo thjesht sot për nesër. Jo sot për nesër, ku ka pas, po të marrë përsëri rastin e New Deal-it Rooseveltit. Në të mbyllim tani. New Deal-i Rooseveltit. Ma mbyll sepse jemi vërtet jashtë kohë. Ka gjetë konsensus edhe midis një pjese të elitës ekonomike. Pse? Sepse kanë parë te ky projekt interesat afatgjata, stabilitetin ekonomik dhe jo thjesht pra ne paguajmë më shumë taks sot, sepse nesër do kemi një forcë punëtore më të kualifikuar, më produktive, do kemi paqe sociale, do kemi shumë çka tjetër. Pra ti jep trosh mëbeti je shumë afër një modeli kinez apo jo? Që po bën xhia sot. Kina është Po diktaturë. ç'a është? Jo, pse është diktaturë? Jo, bëj sekondë. Akoma politika është diktaturë. Po nga para e tregut është treg. Është treg, sigurisht. I orientuar është, patjetër i orientuar është nga shteti. Dhe interesantja është që Dhe superfuqi. kinezët, shembulli në vitet 80 e kanë marrë nga këto vendet e vogla të Azisë Lindore, Singapori, Po pra. Hong Kongu, Tajvani, e kështu me radhë. Pra, edhe kinezët nuk është se shpikën rrotën. Sigurisht, duke qenë një vend i madh, duke ato veçantitë e tyre, ndodhe dhe kjo. A mund ta thuash të paktën, më thot personi herë pas here në daljet e tua mos e haro asnjëherë. Pra, argumentimi që bëre është brillant, thot. Balancimi ishte brillant, thot. Vetëm të lutem, thot, kam një merak, se duket e paske dashamirës, që më thot, është shumë i zgjuar. Thot, a mund ta thuash her pas here, thot, pa përtuar, thot, këtë që ne jemi pro tregut, ne e duam tregun, thot. Pa ta kesh si narrativ, thot. Sepse shumë e rëndësishme ta dëgjoj kjo pjesa tjetër. Ai disa njerëz, Jo, po s'ishte për përgjigje kjo, jo. Kjo ishte thjesht dëshira e tij. ai disa njerëz më thonë, unë jam i djathtë, e kuptoj që ne kemi shumë diferenca ideologjike, po unë jam me ty. Çka ndjer ata që ta thonë këtë? Unë besoj kam parë karakterin moral të Lëvizjes Bashkë. Pra ti thua, unë bëhem më mirë me një njeri që kemi divergjenca ideopolitike, jo për gjithçka, po ca gjëra, por ama unë ja kam besën. Unë njoh që ka qëllimin e mirë, se në fund jam politikë si mjet. Gjë e më rëndësishme është qëllimi i mirë. Mjeti ndryshon. Sepse mjetin ti e provon, një mjet nuk ecën. E vetmja gjë që nuk do të ndryshojë asnjëherë është qëllimi i mirë. Besimi. Dhe besoj që shumë qytetarë kuptojnë që Lëvizja Bashkë ka qëllimin e mirë. Dhe kur ti sheh që dikush ka qëllimin e mirë, je më i hapur edhe për divergjencat teorike. Gjithsesi, në parashtrimet e mia, sugjerimi është i drejtë. Unë jam përpjekur dhe ndoshta kjo ka qenë dhe një nga kritikat që kemi bërë vetes në të shkuarën, që
të komunikojmë, diskutojmë dhe t'u japim, kuptojmë bashkëqytetarëve tanë që Lëvizja Bashkë nuk është një grup intransigjentësh, nuk janë si ata flamurmbajtësit apo kryetarit Mao dikur. Se duhet heqë ky perceptim, se në fakt nuk jeni të tillë. Nuk jemi të tillë, sepse mendoj që edhe kur na thon radikal, radikaliteti vërtet është t'i shkosh problemeve deri në rrënjë dhe t'japësh zgjidhje. Nuk është radikalitet të tundësh flamujt, e të hedhësh parrulla edhe mos ndryshoj asgjë. Thonë, po, unë nuk e besoj për vetë, edhe si kur të ketë ndodhur, legjës s'ka ndodhur, se po ndodhet do e thoshin vetë të interesuarit. Që sigur i kanë heqë, sikur pritet të heqim të non-gratën Berishës. E ke dëgjuar? Se kam iden, por gjithçka është e mundur, më në kuptimin... Do ishte një lajm i mirë për Berishën kjo gjë? E di që s'intereson, sepse nuk është në fushën tënde, po... Një javë do kënaqeshi dhe në fund fare do shkoni përsëri aty ku ishit. Problemi i Berishës nuk është non-grata. Një njeri që unë e takoj në rrugë për shembull dhe thotë unë nuk dua Ramën, po s'dua as Berishën, nuk është se ja ka kthyer non-grata opinion. Nuk është problemi Berishës non-grata, po mund të jetë problemi i fëmijëve të tij. Tani një njeri hallet personale të tyre nuk janë aq personale, pra, sepse normalisht i bie që Berisha sado që e ka jetën e gjatë, sepse jeton gjatë, sepse nuk ka sëmundje, është njeri që mbahet në këmbë, është i fortë etj. Do vi një ditë që do doj t'ja lëj një legasi të vetë. Pa thuash do jetë ose Argita ose Shkërzeni do jetë kryeta, pra do se thuash do bëhet siç është disa vende në fakt personale, familjare. Po jo, po siç është disa vende të Europës, më që janë një grup familje, është një pjesë e vogël familjesh që udhëheqin gjithmonë. Babai, nga babai tek djali. Po. Diku ka, direkt pa ndërprerje. Në Greqi për shembull. Ka vite. Pa ndonjë kështu ndërprerje në mes, pra futet njëri dhe pastaj pas 20 vjetësh. Ka që ndërprerje qëllimt. Po versioni që unë vdes ti bësh ose unë të bëj ty, nuk më duket kështu drejt për drejt. Problemin e ka zoti Rama. Në Argentinë Peroni me grua. Problemin e ka zoti Rama, sepse nuk duket në familjen e tij ka një djalë që ka të vogël dhe e ka që të vështirë, pa duhet të mbjetoj ai shumë Rama në pushtet sa që të rritet shumë i vet ta marri, pra të thuash, jemi në këtë diskutim. Prandaj them, non-grata nuk është thjesht personale për Berishën, është më shumë se kaq. I trashëguar është primitiv dhe është në të keqen e atyre edhe që e mendojnë. Jemi në një kohë komplet tjetër, është shenjë dobësie. Ti je i bindur që ata e mendojnë. Ata e mendojnë se ata edhe dritë shkurtër, dhe ky është problemi, nga që janë primitiv në të mënyrën e metuarit politik. Mendojnë kështu pra skenat të tipit iki unë, vë djalin, vë vajzën, vë kushuririn. Partitë që kanë një minimum potenciali për të rritur, janë ato që janë më të sofistikuara, më komplekse, dhe ku trashëgimia nuk zgjidhet si në kohën e qof largut apo. Sepse ndoshta ata kanë kuptuar Arlind atë që ju nuk doni ta kuptoni, që ata kanë të bëjnë dhe jetojnë në një mjedis, në një vend, në një shoqëri e cila ngjan më shumë me një vend, po themi në lindjen e mesme, që ka nevojë për një prijës dhe nuk ka nevojë prap, ka nevojë ata zihen thjesht për vendin e 2, të 3, të 4. Është ke kuptim thua ti. Kuptim, shoqëria shqiptare sot është goxha më moderne se çka qenë, jo për shkak të shtetit, për shkak të proceseve të mëdha historike dhe ekonomike. Nuk do pranonte kurrë këtë realitet thua ti. Trashëgimin politike. Dhe në biologjike. Ata mund të mbijetojnë. Ore, atë pranonte shoqëria apo jo, se hapëm debat nga para. Ata bëjnë diçka të tillë, do të bien edhe më shpejt nga ç'po bien. E mendon kështu? Po patjetër, mos është një proces antihistorik, por nuk ka më vende që e bëjnë këtë gjë. Nuk ka më vende, kur nuk e lajën Enver djalin e vet, si do e lën këta, më t'jenë më keq se Enver Hoxha, më kupton? Enver Hoxha nuk laset se atëherë urrëzuan thjesht Enver Hoxha. Po për Enver Hoxha kur vdiq, nuk la djalin. Po nuk la djalin, la Ramizin që ishte në një mënyrë djalin jo biologjik, po ishte djali i tij. Dakord, apo edhe të shkosh te djali biologjik është akoma më keq. Më kupton? Është shenjë ç'të them unë. Epokave paramoderne. Dhe po them, qofse ne në vitin 2026 diskutojmë ende për trashëgiminë në linjë biologjike të shtetit, kemi përballë, dhe për mua është lajm i mirë, kemi përballë rival aq anakronik, saqë ata do mbyten me duart e tyre përpara se ti mbyllim ne. Për mua është lajm i mirë, qofse ata bëjnë këtë linjë të trashëgimit personal, unë them këta do të degenerojnë akoma më shpejt dhe ne do ta kemi edhe më të lehtë për të impostur. Gjithsesi do shohim. Ishim me Arlind Qonin, zonja Zotin, u kënaqem shumë sot, kemi ndërtuar mbi një orë gjysmë e kaluam. Arlind, falenderoj jashtëmase. Me do shifemi shumë shpejt me zotin Qori sërish. Ne bashk çfarë sot e premte? Një propozim, se po mendoja për ty. Që të kemi edhe më shumë kohë që të bisedojmë. Ne kemi një podcast Lëvizjes Bashkë. Po. Edhe vjet sidomos
E kam parë, kam ndjekur pas herë. Po. Po kush e drejton atë? Drejton dikush tjetër? Aty e drejton? Është një ideal tjetër atje më duket. Po vija, kur është Klodi, A jeni është si Klodi bashkëbisedim? më pyet mua. Qartë. Kur ftojmë dikën nga jashtë, jam unë që pyes dikë tjetër. Zakonisht marr kolegë mi intelektual. I kam parë. Mi po e bëj ngajerë dhe me figura publike, edhe me gazetar, më ka shkuar bisedë shumë e mirë me anë të Bushatit. Po e di, kam parë dhe Bushatit, po. Mbaje këtë si ftesë publike. Kur duash, të vite, kesh me kohë, qef. Dhe bisedojmë ku unë jam ai që pyes, e ti ai që bie përgjigje, dhe do flasim E kam që të vështirë. Jo, po nuk do flasim për gjëra që di ti. Qartë, okej, dakor. Për gjëra që di ti, unë të pyes për media, unë të role gazetari, do të pyes për gjëra që di ti. Okej, rregull. Pra ti je mu në vendin tënd, e ti në vendin tim, dhe mbase na del ajo interesante. E bëjmë. Kështu që mbaje si ftesë. Jam kur të duash ti më thuaj, dhe lëm datën dhe orën, vetëm se erës tjetër dhe lutem, kur të jemi bashkë vetëm sërish, do të kërkoj një gjë. Të rishim mbështetur, të mendosh që ke kohë sa të duash dhe mos nxitohesh, ta bëjmë bisedën më të relaksuar. Do mundohet. Se ti nga që energjia jote më shën mua. Pasioni. E di. Djaloshar kur flas për politikë. E di. Që E di, po kur jemi bashkë, unë të ftoj të jemi kështu pra të relaksuar të dy. Apo nuk të shkon shumë ajo pjesë. Ndoshta mbas është mirë ashtu. Aprovojmë. Ta provoj. Ha, provojmë. Duhet punoj me veten, që të kemi. Është e thjeshtë. Atë lloj rehatie ku kam dhe pasioni. Falenderoj shumë Marlin, për sonte. Dhe ftesën e ke po. Përgjigja ime është po. Kur të duash me qef. Miq, ndjes për sot se vati pak vonë, ndjes për stafin, në fakt që e punuam kaq shumë, po ishte biseda shumë interesante dhe unë pëlqeu shumë ndaj zgjata kaq shumë 23:44 ora jemi live këtu në MCN TV. Falenderoj shumë çunat e kameramanët që kam rreth rrotull me, kameramani përballë Oseliton e famshëm, që s'fakt s'quhet Oselito, po e ka atëra për afërt, shumë afërt emri me Oselito, dy çunat që kam Majtas dhe Djathas, teknikët që janë bashkë me Ledon dhe Ledon sigurisht e falenderoj për këtë shërbim që na bëni që rini dhe më shumë se duhet për ta bërë dhe kjo bashkë Arlini do thoshte çani këta të kompensuar se është të drejta në punë, po. Po sigurisht që ne këtu në MCN e kemi vetë merak të punë. Arlin, falenderoj edhe një herë, bashkë takohemi të martën që vjen. E kam të ftuarin, por nuk do ja them